Mirëmëngjes miq, mirë se vini. Ju ftoj të bashkoheni me ne ora 6:30 minuta. Për 5 minuta sigurisht lind edhe dielli dhe mund të bashkoheni sigurisht në komunikimin ton të drejt për drejt si gjithmonë nëpërmjet valve të televizionit Ora News, Channel 1 dhe në valët e Radio Ora News dhe padyshim që është një mundësi pra e plot për të adresuar për të komunikuar së bashku. Do të kemi mundësi normalisht të shohim të gjitha elementet kryesor të këtij komunikimi, do të jemi edhe nëpërmjet transmetimit live pra gjatë gjithë kohës dhe sigurisht është e rëndësishme të kemi edhe fokusimin e problematikave nëpërmjet komunikimit telefonik. Vetëm pas pak minutash sigurisht pjesa e parë është tërësisht shtypi i ditës. Do të jemi vetëm pas pak edhe me pra siç tham nëpërmjet telefonit të kemi mundësinë të adresojmë shqetësimet kryesore, problematikat, jemi edhe në prag të protestës thirrur nga opozita dhe sigurisht ka tashmë edhe një lloj diskutimi lidhur me këtë çështje. Dje ka qenë parlamenti, ka pasur zhvillime interesante, sigurisht deri edhe diskutime të cilat kanë shkuar në edhe momente tensioni, megjithatë ne do të jemi këtu për të folur për edhe problemet sepse politika këtë punë ka, i kthehen nesër normalitetit, sikur s'ka ndodhur asgjë dhe sigurisht ne jemi ata që e ham debatin. Do të fillojmë me shtypin e ditës me titujt kryesor të gazetave. Do ta nisim me gazetën Koha Jone, e cila vjen me titujt e saj kryesor pikërisht referuar protestës së opozitës që do të jetë nesër. Titulli kryesor dhe që vjen me shkrimin faqen 3, PD nesër mbi 300.000, PS diku te 10.000 veta. Në fakt pa filluar akoma, i ka numëruar, megjithatë është kjo gjithmonë ky debati, kjo betejë mes palëve politike për numrin e pjesëmarrësve në protesta, megjithëse asnjëherë nuk numërohen. Portali SPJV nesër merret vendimi i madh i opozitës si në Rumani. Ditë natën në protest është titulli kryesor që vjen nga pra me foto nga gazeta Koha Jon. Ndërkohë kemi titujt e tjerë që vinë në brendësi të gazetës Koha Jon. Dyshimet, bomba në Bruksel, Vlahutin kryqëzohet për vile 1.6 milion euro, shkrimin faqen 5. Kryeministri në Prishtinë, Edi Rama, 17 shkurti, ditë e bekuar për Kosovën e shqiptarët në faqen 9 ky shkrim. Emisioni Bum, bëhet fjalë për emisionin Bum në Ora News, që sapo e ndoqet në ritransmetim, skandali, gjykata e Durrësit rimarton emigrantin 2 muaj pas vdekjes, shkrimin faqen 16. Kur bëhet fjalë për pasurinë të martojnë edhe me shënthomajnë. Hetimet, prokuroria Grabicit u kapën për vjedhjen e parave në të vitit 2015, shkrimin faqen 16, pra pastaj u kuptua se kishin bërë edhe vjedhjen në qaf Kashar. 17 milion euro për ndërmarrjet e mesme dhe të vogla në Shqipëri, marrëveshje garancie mes Fondit Evropian të Investimeve dhe Raiffeisen Bank në faqen 17 ky shkrim. Austri, Meta, Brexit, BE, SBA dhe roli i Shqipërisë për stabilitetin e sigurinë në rajon, në shkrimin faqen 6 të gazetës Koha Jon, është sigurisht nga vizita në Austri e kryetarit të kuvendit. Dekriminalizimi, kërkesa e prokurorisë, të hiqet mandati Armando Prengës, shkrimin faqen 8. Një tjetër shkrim që vjen nga SPJV.it, Rama synon bllokimin dhe nxjerrjen jashtë ligjit libran e Blushit në faqen 7. Fakt e tha dhe Blushi dje në parlament. Debatet, sherr në kuvend mes Flamur Nokës dhe Erion Braçës, deputeti i PD-s përjashtohet 10 ditë, shkrimin faqen 4 dhe 5. Forum, kriza dhe kursi i ri europian nga Sadedin Çeliku. Dhe si gjithmonë njoftimi për botimin e kështjella medjes nga Nikol Lesi. Gazeta shqiptare vjen me titujt e saj kryesor. Titulli qendror, blen makinë e dyqan, si ran në sy Grabicit. 2 punonësit e firmës morën nga 100.000 euro shpërblim. Pra është dosja tashmë e zbardhur nga prokuroria. Ish polici privat e informoi grupin me SMS për lëvizjet e blindit me para që u grabit në dhjetor 2015. Shpenzimet erdhen erë. Është kodi pra që është përdorur, diku ishte nusja unis etje me radhë. Ndarja i 180 milion lekëve del formulari i kompensimit, bëhet fjalë për pronat, parat për 350 përfituesit. Lista me familjet e vjetra të Tiranës, Durrësit, Elbasanit dhe Shkodrës nga Ornela Manjani, shkrimin faqen 14 deri në faqen 17 bashkë me listën e emrave. Koment, perceptimet e rreme që njollosin Kosovën nga Adrinur Ellari, shkrimin faqen 23. Akuza e plot, prokuroria të hiqet mandati Armando Prengës, KQZ shkeli ligjin, shkrimin faqen 6.
Emra dhe datat, specializimet në mjekësi, AKP, provimi me 20 dhe 23 shkurt, shkrimin faqen 12 dhe 13 të gazetës shqiptare. Lista emrore, pronat në Korçë dhe Pogradet, se statusi për çdo dosje në Agjencinë e Trajtimit Pronave, shkrimin faqen 20 dhe në faqen 22. Prag fushate, Noka i PD-s qëllon Braçën me karton, përjashtohet 10 ditë nga kuvendi, shkrimin faqen 4 dhe 5. Procedurat e reja për vizë amerikane, Ambasada e Shqipërisë, Këshilla Pasapi si bëhet aplikimi për vizë emigruese. Intervista nuk nevojitet për kthimi i dokumenteve të gjendjes civile, shkrimin faqen 8 dhe 9. Ndërkohë në kryet gazetës janë edhe opinionet e ditës nga Brizida Gjikondi, Durrësi, pjedestali i një deliri dhe varri i një kombi është absolutisht për situatën në Durrës pas grëmimeve për ndërtimin e një velere, tashmë janë zbuluar pasuritë jashtëzakonshme nën tokë, të cilat sigurisht kanë krijuar një debat. Gjykata ka vendosur pezullimin e punimeve dje. Opinioni i ditës gjithashtu vjen në faqen 25 të gazetës shqiptare nga Julian Zyla, një protest për Bashën, pra është ideja pra që është një test kjo protest për liderin e opozitës. Kalojmë tani në gazetën Shekulli, e cila vjen me titujt e saj qendror, titulli kryesor i gazetës, Burgu ja kur falen vitet e fundit, Kodi penal, kuvendi merr në shqyrtim projekt ligjin e qeverisë, pikat që kanë ndryshuar. Ulet masa e dëmshpërblimit për dënimin dhe izolimin e padrejtë, krimet e rënda dhe shërbimi i provës, sa do të paguhet për një ditë burg dhe kategoritë që do të përfitojnë, është shkrimi në faqen 15 të gazetës Shekulli. Në fakt, kur e dënon tjetrin pa gabimisht, pse du t'ja ulësh edhe dozën e dëmshpërblimit, megjithatë kështu ka vendosur qeveria. Qeveria është ajo që i bën rregullat. Supergrabitja, zbulohen përgjimet për 3,2 milion eurot, e nisëm vajzën, grupi u vendos në nënvëzhgim 6 muaj më parë, ndarja e parave sipas së detyrave dhe kontaktimi i grabitësve nga Laçi, shkrivin faqen 12 dhe 13. Sherri në kuvend, imami, nuk i ndalojmë dot protestuesit në 18 shkurt, shkrimi në faqen 17. Megjithatë, është përsëritur vazhdimisht edhe nga deputetët dhe nga lideri Basha se protesta do të jetë paqësore. Bursat në Tiranë, 650 nxënësit e studentëve që fitojnë. Tabela e plot me përfituesit, vendimi kalon për votim në Këshillin Bashkiak. Faqen 16 ky shkrim, pra bëhet fjalë për bursat të cilat vinë nga Tirana, pra që ndahen nga Tirana për studentët dhe nxënësit nga Tirana. Mendim nga Ted Nasto, zgjidhja një lëvizje jetike për të ardhmen e Partisë Socialiste, shkrimi në faqen 9. Ndërkohë kemi edhe titujt e tjerë në brendësi të gazetës Shekulli gjithmonë. Procedurat vizat amerikane jo emigruese, procedurat e reja për dokumentet është pra në faqen 2 janë të gjitha dokumentet që duhen dhe rregullat të hapa që duhen ndjekur. Intervista si u lejua botimi drejtora Gollit në rilindjen demokratike. Lazar Stani rrëfen debatet për vitet e parë të demokracisë, kush janë shkrimtarët që i tremen dosjeve të ish sigurimit, shkrimin faqen 18 dhe 19. Hetim dhe 2 bashkiakëve, prokuroria vendos nën hetim KQZ-n, shkeli dekriminalizimin. Zbulohen dokumentet për Artan Gaçin, u lejua të korrigjonte formularin. Nuk ka marrë asnjë gjob, shkrimin faqen 4 dhe 5. Superliga, intervista flet Shpetim Duro, trajneri i ri i flamurtarit. Kushtet e vendosura te flamurtari, kë preferoi kampion, shkrimin faqen 20-21. Kalojmë në gazetën Tema, e cila titullin qendror e ka, në shoqëruar me këtë foto të Flamur Nokës, ish ministri i Brendshëm, deputet i Partisë Demokratike, akuzat për lidhje me UDB-n. Adriatik Llalla shpëton Flamur Nokën, shkrimin faqen 3. Po verifikimet dhe ka rezultuar se nuk ka çështje në ish Jugosllavi Flamur Noka. Ky ishte njoftimi i prokurorisë dje. Bledi Fevziu për paditet nga familjarët për përvetësim prone me dokumenta të falsifikuar, shkrimin faqen 11. Berisha pranon se ishte ai personalisht si president që drejtoi furnizimin me naftë Miloševićit. Qeveria ishte kundër embargos ndaj ish Jugosllavisë, shkrimin faqen 6. Ky është interpretimi i deklaratave të Berishës. Vetingu 92. Drejtora Gollit, ti zgjedhim gjyqtarët, pastaj hapim dosjen. Lumi ta marr kush është ngatruar, shkrimin faqen 10 dhe 11. Po, nuk e mori Lumi atë që ishte ngatruar, kështu që prandaj jemi sot në këtë diskutim dhe vazhdojmë të kemi edhe gjyqtar e prokuror të kohës së diktaturës, por edhe sigurisht ata që u bën mjeshtrat të demokracisë. Elona Çaushi, historia ime me Gjin Gjonin dhe një serim për duty free në faqen 67 është bashkëshortja e Gjin Gjonit.
Antena brenda familjes në faqen 2. Dorë lëshuari, Gjyli zbuloi bandën e grabitësve të rinasit në faqen 10. Iriu nga Lushnja nuk i të ndonte dot, nuk i rezistoi tundimit për t'i përdorur parat. Editoriali nga Mirobaze, kryengritja kundër vettingut në faqen 8. Mesila Doda, nuk kemi atë dhe rezervë, është deputetja PD-us në faqen 8 dhe 9, ky shkrim, ndërkohë që Eduard Zaloshnja, Rama Idrizi Topi, 68 dhe 72 mandate, është sigurisht një shkrim në formën edhe të një sondazhi që vjen nga Zaloshnja në faqen 9. Kalojmë tani në gazetën Dita, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Çfarë u ndodh komandove në Zallher, shkrimi në faqen 8 deri në faqen 10. Historia Palavdi, nga shpresa e ushtrisë në trafikante hajdut bankash, është një analizë sigurisht për personazhet e dala nga reparti i komandove në Zallher. Këshilla si ndikon hepatiti në dëmtimin e Mëlçisë, është në faqen 19 Dita Shëndet. Replik Xhevdet Shehut për shkarkimin për shkrimin mbi Kadaren nga Fitim Çaushi, shkrimin në faqen 16. Gazeta Dita vjen edhe me një lloj analize, pra që është edhe hapja e gazetës për sot, 18 shkurti, vettingu dhe 2 drejtorë. Çfarë tregon sjellja nervoze e PD-s para protestës së emëruar 18 shkurtit? Ikja 2 drejtorëve më të rëndësishëm të qeverisë për vettingun me kërkesën e ambasadorit Lu pas këmbguljes së Berishës dhe pyetja a e qetëson kjo PD-n? Sigurisht në faqen 3 dhe në faqen 7, pra është një argument i plot me analiza me qëndrimet të gazetës Dita. Parlament, prokurori, sherri në kuvend dhe Mulnoka që i shpëton për çudi dekriminalizimit konflikti me Braçën, dje faqen 2 deri në 4 janë zhvillimet nga parlamenti dhe sigurisht nga hetimi i dekriminalizimit. Arsimi, pagesa vjetore, studentët që përfitojnë rimbursimin e tarifes 50% dhe 100%, shkrimin faqen 18, pra bëhet fjalë për pagesën e taksës së studimit. Kalojmë tani në gazetën Mapo, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Vettingu, 2 drejtorët e Ramës ikin pas negociatave me Lu. Opozita ka kundërshtuar prej shtatorit të varësinë e drejtorëve që janë pikat kyçe në procesin e vettingut nga kryeministri Rama. Ambasadori amerikan ka qenë në fillim të javës në mes të bisedimeve për të arritur një pakt mes palëve. 2 të dorëhequrit Alket Hyseni dhe Arben Seferi. Motivacioni për të hequr alibin e opozitës si institucione në varësi të qeverisë. Avokati i popullit ka përfunduar seleksionimin e kandidatëve të vettingut, shkrimi në faqen 3 të gazetës Mapo janë në foto pikërisht Arben Seferi dhe Alket Hyseni. Gjergj Sinani, imbjetuar i filozofisë shqiptare, është shkrimi në faqen 2 që vjen në gazetën Mapo. Underground, policia kap 1.2 ton kanabis në peshkëpi të Vlorës. Policia arrestoi një shtetas. Drog vazhdon të ketë. Protesta e opozitës. Basha, me 18 shkurt merret vendimi i madh për zgjedhje të lira. Ndoshta ende nuk ka një konfirmim publik se si do të jetë protesta e 18 shkurtit. Me këtë deklarim të bërë në takimin me qytetarët e njësisë numër 4 në Tiranë, kreu PD-s Lulzim Basha ka paralajmëruar se përplasja do të jetë e fortë dhe pse jo edhe e zgjatur në faqen 4 ky shkrim. Dekriminalizimi, prokuria të ndërpritet mandati i Armando Prengës, KQZ nën hetim, shkrimin faqen 5. Kemi edhe titujt që vinë në suplementin Mapo Shëndeti, çdo vit 300 raste të reja, si jeton fëmijët sëmundjet e lindura të zemrës, është shkrimin faqen 9 dhe 11 dhe kombinimi ushqimet që përmbajnë hekur e vitaminë C, janë disa këshilla të vlefshme mjekësore. Komentin faqen 7 nga Roland Delami, abuzimi me konceptin e opinionit publik. E në fakt, ka një të drejtë, sepse këtu çdo kush e bën opinionin publik dhe shfrytëzon pikërisht median që akuzohet si opinion bërëse, kështu që me të drejtë e sjell këtë argument profesor Lami. Opinionin faqen 6, 50 retorikës populiste nga Valbona Nathanaili dhe në faqen 7 nga Naumara, shumë shtetar, shumë pak shtet. Faqen 7, gjithashtu ky koment absolutisht ndoshta më i godituri ndër titujt e sotëm. Ngërçi nga Bujar Kapexhiu, të gjithë në protestë është ky argument i sjell nëpërmjet kësaj mënyre të karikaturës sjell sot nga Bujar Kapexhiu në Mapo. Kalojmë tani në gazetën Standard, e cila vazhdon të këmbgul pra në argumentin Vlahutin. Plasë në Bruksel është titulli qendror. Zyrtarja e buxhetit të BE-s, 11 pyetje Mogherinit për Vlahutin. Sqaro blerjen e vilës 1.6 milion euro, shkrimin faqen 5.
Cila është arsyeja e blerjes së pronës së shtrenjtë në vend që të merrej ajo pronë ose një tjetër me qira? A jeni në dieni mbi ndonjë të afërm të anëtarëve të qeverisë shqiptare që punojnë në delegacion? Është pyetja që ngrihet nga pra një prej drejtuesve kryesore të buxhetit të BE-s është pra ky argument në faqen 5 të gazetës Standard. Përjashtohet 10 ditë deputeti PD-s, sharje fyri e debatet forta pa kamera, shkrimin faqen 2, Sherrin Kuvend, Braço ofendon Rënd Berishën, Noka e qellon me rregulloren e parlamentit, paktën e ka qelluar me rregullore. Kështu që Ikin Hyseni dhe Seferi, 2 drejtorë të vettingut dorëhiqen. Kush dorë qëndron pas ikjes së punonjësve të Ramës, faqen 4, shkrimi. Ndërkohë, në brendësi kemi edhe titujt e tjerë, opinioni vjen nga Artan Fuga për mitingun e 18 shkurtit, në faqen 12, ka dalë hapur Fuga me opinionin e tij, sigurisht duke përkrahur protestën e opozitës. Arsimi i parë i lindur apo rilindje e parë arsimuar nga doktor Albano Zhapaj në faqen 12. Interesant. Dekriminalizimi, prokuroria kërkon ndërprerjen e mandatit për prengjen KQZ dhe Biba në hetim në faqen 4, ky shkrim. Rama një muaj pa parlament, Berisha pulla e kuqe, mos vi më, ndryshe e merr sheshi në faqen 3. Dje ka zgjedhur të jetë në Kosovë kreu i qeverisë, ndërkohë që mungoi në parlament dhe sigurisht ka sjellë reagime kjo. 2 ish miq të Blushi Klosit, je parazit, i mbaje letrat në kosh Meksit. Ministri Ikore Debil në faqen 3, pra ka shkuar deri në këtë pikë debatin kuvend. Grabitja në Rinas, prokuroria publikon detajet, ja kush ishin informatorët e grupit Aktualitetin faqen 17. Vizat emigruese, ambasada e SBA-s lehtëson procedurat, dokumentet që duhen, hapat që do të ndiqnin në faqen 18. Përtej prallës pranë realitetit, kokfortët kush ka një makinë, botën ka, parkon ku të doj. Po, kanë punë tjera, sidomos ta policët e bashkisë. Mirëqenia është rritur aq shumë sa buka e gojës nxirret edhe nga kazanët, është procesi i ndarjes në fakt të mbetjeve nga disa qytetarë, të cilët sigurisht e nxjerrin kështu mënyrën e jetesës. Gazeta Telegraf vjen me titujt e saj kryesor, KQZ ngec në rrjetën e dekriminalizimit. Prokuroria e përgjithshme nis procedimin penal për kreun e KQZ-s Denar Biba dhe disa anëtarë të tjerë, pasi në disa raste ky institucion nuk ka përmbushur detyrimet e tij në bazë ligjit për dekriminalizimin, shkrimin faqen 5. Bomba në Bruksel, vettingu të fillojë nga ambasadorja Vlahutin. Kryetaria e kontrollit buxhetit në Parlamentin Evropian i kërkon llogari shefes së shërbimit të jashtëm Mogherini në lidhje me vilen 2.2 miliardë lekë, duke i adresuar 11 pyetje. Raporti plot dhe qëndrimi i Doris Pak në gazetën Telegraf. Kalojmë në titujt e tjerë të kësaj gazete. Në krye të saj, degeneron politika, parlamenti arenë e konfliktit brutal për interesa personale, por jo për hallet e popullit, shkrimi në faqen 3. Kur janë zënë ndonjëherë për hallet e popullit që të zihen sot. Frik nga vettingu, shefi parave të pista dhe informacionit sekret braktisin pushtetin sorosian të rilindjes në faqen 2. Doktor Bujar Leskaj, kryetari i KLSH-s, takon drejtues të Unionit të punonjësve të Shqipërisë në faqen 9. Akademia Diplomatike e Vjenës, Ilir Meta referon në konferencën Brexit, BE, SBA dhe rolin e Shqipërisë për sigurinë në rajon. Takime me kryebashkiakun e Vjenës për mbështetjen e komunitetit dhe studentëve shqiptar, shkrimin faqen 4. Shëndetësia shqiptare, spitalet pa ilaçet, semuret e dializës sorollaten, kurse ministria bën tender 200 milion për mobiljet e infermerisë së Kamzës dhe 150 milion për çipet e autoambulancave. Faqen 8. Në fakt nuk e di ku do ta vendosin çipin te ajo ambulanca që tregoi ai infermieri se nuk rri, nuk ka vend ku të rri çipi. Raporti sekret, si u vendos misioni special i SBA në Tiranë. Enveri vendosi në dispozicion makinën e tij misionit amerikan të dhënat e shërbimit në vitin 1945-46, shërbimit amerikan gjithmonë. Mozaik dhe aktualitet, Aurel Plasari si e bën vettingun gjermanët, është pra argumentis që sjell Bujar Vreto, uria ngre në protest Librazhdin, shkrimin faqen 14 dhe 15 pra janë 2 shkrimet. Agron Kaja dhe Bajram Fraholli, protesta futbollit me të 8-ën, shkatroi naftëtarin, sot vuajnë pasojat, shkrimin faqen 20-21. Në fakt, historia e lavdishme e naftëtarit dikur sot është pothuajse harruar. Modelja dhe balerina Miss Pandora Aliaj do të pozoja nudo kundrejt një shume të majme, shkrimin faqen 18. Mos e bëj këtë.
Opinion dhe koment me 15 shkurt 1909 lind dielli. Frank Shkreli ishte drejtori i VOA-s për Euroazi në faqen 10. Politikan elit apo oriental tipik nga profesoresh Zamira Çavo, shkrimi në faqen 7. Kalojmë tani në gazetën 55, e cila vjen me titujt kryesor: Korrupsioni Vlahutin nga vilat tek bordi. Mbrin në Bruksel afera korruptive vilës së porositur nga Romana Vlahutin, por edhe shkelja flagrante e Konventës së Vjenës përmes antarësimit të saj në bordin e operacionit ndërkombëtar të monitorimit. 11 pyetje drejtuar Mogherinit nga nga eurodeputetja që mbikëqyr buxhetin e BE-s, pra komisionin në fjalë. Lideri i PD-s në kryeqytet takon qytetarët e Sipërmarsit, siguron mbështetje për protestën. Basha nesër nis lëvizja. Do të jetë bashkimi më i madh qytetar i parë ndonjëherë. Berisha me 18 shkurt t'i japim duart një herë për gjithmonë kryebanditit Ervin Kristaq Rama, është edhe kjo foto sigurisht gjatë takimeve në Tiranë. Kryet gazetës kemi edhe dosierin faqen 12-13, desantimet e dyta në Shqipëri 1951-shin. Historia e kompanisë 4000 dhe përpjekja për çlimin nga sundimi komunist, është shkrimi nga Kastriot Dervishi. Reforma në drejtësi, Vasili, bordi i ONM cënon në besueshmërinë e reformës në drejtësi, është ministri i drejtësisë. Si e bëri vetingun Adolf Hitler ose mbi shtetin e dy fisht nga doktor Aurel Plasari, shkrimi që vjen në Brëndësi. Ish eurodeputetja Doris Pak në Kukës, shqetësues se ka kriminal në parlament. Përjashtimi nga kuvendi Noka, konet e krimit të qëndrojnë në parlament nuk ma mbyllin dot gojen. Lista e krimit në oborrin e Ramës, prokuria t'i ndërpritet mandati Armando Prengës. Speciale në faqen 8 dhe në faqen 11, protesta 18 shkurtit, 54 krerët e degëve të PD-s në shesh kundër keqçeverisjes dhe lirisë së votës nga Mina Hysa, e keni këtë argument pra të sjell në 4 faqe. Forum Familja Koreano-Veriore Kim, një histori helmimesh dhe thikash, Il Giornale sjell këtë shkim. Analiza sekret shtetëror, publikimi bisedave të Flyn është krim nga Fox News. Rreth librit të Enver Lepenicës, eliminimi i grupit komunist të rinjve, një antologji historike për krimet e komunistëve, profesor dr. Muharrem Deshgiu e sjell këtë shkrim. Kalojmë tani në gazetën Rilindja Demokratike, cila vjen me titullin e saj qendror, sigurisht ja dedikon tërësisht protestës. Shqipëria ngrihet me protestë paqësore dhe demokratike, por të vendosur do të ndryshojmë Shqipërinë me 18 shkurt, është deklarata e Bashës. Ndërkohë, titulli tjetër që vjen sigurisht në këtë argument, plehrat bien, prokuria kërkon heqjen e mandatit deputetëve për Prengën. Ka precedent penal në Itali për vjedhje dhe fsheu dënimin në Shqipëri. Akuza nis hetimet ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pasi ka shkelur ligjin duke pranuar dorëzimin e një formulari të dytë tej afateve ligjore. Në kryet gazetës kemi edhe titujt e tjerë. Rama ja ka mbathur, por do të përgjigjet para shqiptarëve. Në panik nga revolta popullore, Rama përgatit lirimin e Aldo Bares javën tjetër, pra është shkrimi skem për lirimin e Shullazit, është deklarata e Berishës në kuvend. Si këlyshi i Aldo Bares në parlament provokoi konfliktin. Përmendja e emrit të banditit Aldo Bare nga ana e kryeministit ka sjell tërbimin e Braçës, i cili është drejtuar me fjalor fyes, shkrimin faqen 2. 10 arsyet pse do të protestojnë nesër, është flutura Açka, shkrimtare, botuese, vjen në faqen 10 të gazetës RD. Për mitingun e 18 shkurtit, Artan Fuga në faqen 10, gjithashtu edhe ai ka dhënë pra mbështetjen e tij. Forumi Rinor i Partisë Demokratike gati t'i prim kësaj lëvizje, pa kthim është pra Këshilli Kombëtar i Forumit Rinor të Partisë Demokratike me këtë qendrim. Gazeta Ballkan, titujt e saj kryesor, legalizohen 977 parcela ndërtimore në 8 qarqe, 180 milion lek për kompensimin e pronarëve, vendimi i qeverisë. Pra, në fakt, ishte që dje vendimi i qeverisë, lista e plotë e përfituesve të muajit shkurt. Pra, qeveria ka vendosur të mërkuren. Nisin aplikimet, strehimi kriteret e reja për të përfituar kredi me interes të ulët në faqen 6. Paga minimale, qeveria propozon 23.000 deri 24.000 lek në faqen 7. Sot mblidhet Këshilli Kombëtar i Punës dhe sigurisht do të jetë një vendim i rëndësishëm. Shpresojmë të ketë ndërhyrje pra radikale në pagën minimale, sepse nuk mund të lejohen më njerëzit të trajtohen sipas dëshirave të pronarëve. Mos harroni se ka rroga 150.000 lekësha akoma, për të mos thonë edhe më pak. Rastet kur nuk do të paguhet taksa e ndikimit të infrastrukturës, rregullat e reja për lejet e ndërtimit. Debaten në kuvend Noka qëllon Braçën, çfarë u tha pa mikrofon, shkrimin faqen 3. Vajza Unis, dorë lëshuar i Gjyli, zbuloi bandën e grabicëve në faqen 3.
Vettingu 92, debati interesant në kuvend, drejtora Golli, t'i zgjedhim gjyqtarët, pastaj hapim dosjet, reagimi i Gramos Pashkos dhe Azem Hajdarit. Ndërkohë keni edhe në brendësi lajme tjera që vinë, sigurisht këshilla miksore, por edhe opinionet e ditës. Gazeta Integrimi, organi Lëvizjes Socialiste për Integrim. Intervista e ministrit të drejtësisë Petrit Vasili, rëndësishme që vettingu të jetë një proces transparent i drejtë dhe jo politik, shkrimi në faqen 4 dhe në faqen 6. Kyç për sigurinë dhe stabilitetin, meta e ardhmja e Ballkanit është BE-ja, duhet më shumë mbështetje, kryetari i kuvendit në konferencën Brexit BE-SHBA dhe roli i Shqipërisë për stabilitetin dhe sigurinë në rajon zhvilluar në Vjenë. Ka pasur takime edhe me kryebashkiakun e Vjenës, Michael Haubl, meta Shader, Shqipëria mbështetet të përkraja e fuqishme e Austrisë në BE. Edmond Panariti, sektori i peshqimit është shumë i rëndësishëm për ne, mbështetje maksimale në mbledhjen e komitetit koordinues të Adriamed. Faqe 11, Lazimi, posta i ka dyert e hapura për studentët që duan të bëjnë stazhin ose trajnimet pranë saj. Faqe 11. Kuvendit seancë plenare janë deklaratat e Kedi Mehmetaj, duhet strategji të trajtojmë me seriozitet dhe vëmendje arsimin profesional. Flamur Çelaj, mbështesim çdo nismë legjislative për luftën kundër krimit që në embrion, faqen 6 dhe 7. Ndërkohë që shkrimi është koment nga Deutsche Welle, roli i NATO-s në rendin e sotëm global. Dalemi tani në shtypin sportive, do të sjellim titujt e Sport Express, gazeta e përditshme sportive. Hetimi, çështja Skënderbeu tani në dorë të Etikës, në faqen 7 bëhet fjalë për turkimin e ndeshjeve. Vllaznia për vjetor me polemika, dosje kundër Jorgjit, shkrimi në faqen 8, ndaj Enea Jorgjit, arbitrit që drejtoi ndeshjen e Kupës. Shpëtim për flamurtarin. Duro prezantohet sot në Vlorë. Idrizi falenderoi Mezanin, por duhej ndryshim, shkrimi që vjen në krye pra të gazetës Sport Express. Titulli me foto është pra edhe lajmi për Jahmir Hykën, më në fund pra është pajisur me vizë, Hyka merr vizën, Trump azjen ndaj Shqipërisë. Po sigurisht nuk besoj se ka ndaj Hykës, futbollist në fundit do shkojë të luaj, nuk do shkojë të bëj politikë në Amerikë. Superliga, derbi sa ndryshime nga sfida e luajtur para 2 muaj, shkrimi në faqen 2, pra bëhet fjalë për derbin e Tiranës. Partizani frik nga spionët, Starova fshe 11-shën në faqen 3. Kuksi, kupa kujtimi largët në laç si një finale, faqen 5. Kupa beslidhja pa shtëpi për gjysmë finalet, faqen 9, pra bëhet fjalë për stadiumin, a mund të luajë, ndoshta duhet parë kushtet. Europa League, derbin e familjes, Pogba e fiton Ibrahimovic, pra kanë luajtur 2 Pogbat kundër njëri tjetrit, por 3 gole ka bërë mjeshtri i futbollit Zlatan Ibrahimovic. Milan në kin të sigurt, djalli është shitur. Kështu që kujdes se mos ja shitni shpirtin djallit. Bayern pasardhësi i kapitenit zgjidhet Kimmich në faqen 17 është shkrimi, pra Joshua Kimmich mund të jetë pra kapiteni i skuadrës së Bayernit të Munichut. Absolutisht një lojtar me të ardhme të madhe Kimmich. Gazeta Gol vjen me titujt e saj kryesor, frik nga Aleanca, UEFA tër sy e vesh nga Skënderbeu Laçi. Duke u nisur nga precedentet dhe dyshimet e shumta që ekzistonin në lidhje me këtë sfidë, bëhet e ditur se UEFA ka vëzhguar rreptësisht takimin e dieshëm, shkrimin faqen 2. Të pardjeshmin fakt. Teatri në Kuksi Tirana, Federbet akuzon, skandali i madh, pra është kompania e basteve Federbet, faqen 2, i ka prishur punë në luajtjen e ndeshjeve. Vllaznia luft Jorgjit, kërkesë UEFA-s dhe FIFA-s për t'ia hequr stemën, faqen 2. Lezhjanet kalojnë në gjysmëfinalen e Kupës, por beslidhja nuk ka stadium. Po do të zgjidhet, besoj ka alternativa afër. Trofeu Tirana e 17 vjeçarëve fiton Kupën e Shqipërisë në faqen 2. Është zyrtare, shpëtim Duro merr drejtimin e flamurtarit pas eliminimit nga Kupa, lënjatët tashmë kanë larguar trajnerin Mezani. Sigurisht bëri maksimumin në kushtet në cilet e drejtoi skuadrën e flamurtarit. Këto janë titujt kryesor për ditën e sotme që vinë në shtypin e ditës. Kush ka interes më shumë? Në tezga i keni, shfletojni, lexojni, keni mundësi të merrni sigurisht edhe gjithë ato që ndoshta nuk i keni parë në pamjen e parë, pa edhe nga titujt kryesor. Pas pak do të jemi këtu së bashku për të komunikuar drejt për së drejti. Mos u largoni, qëndroni me ne, është ora juaj. 7:01 do të jemi bashkë deri pra në rreth orës 8:30, 8:40 minuta së bashku në varësi edhe të komunikimit telefonik, si gjithmonë për të komunikuar bashkë miq drejt për së drejti. 04 23
44-720 është numri fiks, ndërkohë që numri celular Vodafone 069-670-24, pra janë dy mundësit sigurisht për të komunikuar, për të adresuar drejt për së drejti problematikat tuaja këtu. Do t'jemi bashkë edhe për të sjellë sigurisht argumentat të rëndësishëm që vinë gjithmonë për jush, gjithmonë të sjella edhe në formën edhe të problematikave, por edhe të mendimeve, të sugjerimeve që keni gjithë secili për jush. Do t'jemi bashkë në këtë komunikim të drejt për drejt, kush nuk ka mundësi të ndjek nëpërmjet 3 opsioneve që janë Ora News, Channel One dhe Radio Ora, jemi edhe në Facebook live në këto momente nëpërmjet faqes tonë në Facebook Ora Juaj. Presim pa humbur kohë telefonatën e parë për sot. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zonjë, mirë se erdhët. Përshëndetje zoti Patrik. Faleminderit. Ju urojmë për emisionin. Jeni një emision i mrekullueshëm, keni hapur një drejtare për gjithë shqiptarët. Faleminderit. Për zgjidhjen e hallit të problemeve që kanë shqiptarët. Po, ju dëgjoj zonjë. Nga telefononi ju? Ne telefonojmë nga Rasheni. Nga Rasheni, po. Dhe kam një problem në lidhje me arsimin e lartë. Patjetër. Kemi një fëmijë, një gocë që ka marrë shkollën në një shkollë private. Po? Ka marrë universitetin, pra? Po, universitetin, një shkollë private. Ka marrë universitet, po? Po, ka marrë mastrin në shtet. Masi ka marrë shkollën private, ka marrë mastrin në shtet. Po. Tani, AKP-ja e kthen mrapsh, thot që shkolla që ka mbaru bachelori një fjalë 3 vjetari, është shkollë e pa akreditume, pa licencume. Po më falë, a e ka bërë masterin mbi bazën e kësaj shkolle? Mbi bazën e kësaj shkolle ka bërë masterin, prandaj e bëjë unë këtë ankesë, pa më kupto. Jo, drejt. Mbi bazën të shte kuptohet që me sa di unë, me sa kemi një, po që numri i matrikullimit dërgohet nga KP-ja për vazhdimin e mastrit. Më falë, vajza juaj a ka studuar në i kohë kur ky universiteti që nga mbyllur apo që ka i palicencuar tani ka funksionuar, apo jo, ka qenë rregull? Në rregull ka qenë patjetër, si janë dhënë reklama televizive, reklama si nuk dolin nga ministria, ku si Poplan Zbakti o zoti Patrik. Ai kuptova drejt. Jo, shumë e drejt. Poplan Zbakti, ku ta çoj aty shkon. Prandaj është bariu që se Baktia shkon janë ku bariu e largon. Padyshim, prandaj e zgjedhin bariun, prandaj bariu ka dhe i qenë me vete që ruan tufen e tjerë. Prandaj kemi shtet, prandaj kemi edhe struktura, patjetër. E lejmë se kjo shkollë që kjo universiteti ka qenë i pa akreditu. Pse pra në shtetin master? Kjo pra ajo që duhet thënë. Pra kjo është ajo që duhet pyetur dhe duhet adresuar dhe Ministria e Arsimit në këtë rast duhet të sqarojë dhe të japë një sqarim. Se përderisa atëherë këtu është shkelur ligji nga Universiteti Shtetëror, pastaj nga shteti, nga gjithë institucionet, sepse kanë kryer master mbi një diplomë e cila tani nuk njihet, pra nuk e njeh shteti. Pse është njeh më përpara kjo diplomë? Dakor. Shumë faleminderit, po. Një sekundë, zoti Patrik, se po një javë që mundohem të kap punë. Dakor. Po ne kemi shkuar edhe si grup në zonë, edhe grup studentës, si janë gjithë ato studentë që kanë marruar atë shkollë, edhe kanë marruar edhe Universitetin Shtetëror. Kemi shkuar edhe në Ministrinë e Arsimit, thotë që nuk gjendet, asnjë përgjigje nuk është dhënë. Të lutem se po bëhet një terror psikologjik në rinin shqiptare. Po shkatrohet jeta e rinis, po shkatrohet jeta e fëmijës. Dakor. Të janë përshkatrohen themelet. Nuk është faj i fëmijëve që kanë shkuar në një shkollë që tani shteti nuk e njeh, duhet të kishte qenë shteti që duhet ta kishte ndaluar që në atë kohë, po. Po e bën fëmia, po e bën në psikologjikisht, po shkatrohet rinia, po shkatrohet, nuk di se si ta imagjinoj si çfarë situatë krijohet. Po ti se keni mundësi na. Patjetër. Ministria e Arsimit duhet ta sqarojë këtë situatë. Po, dhe sigurisht unë falenderoj shumë zonjë, sepse kjo është një argument. Shumë me një spëqe se na nuk po gjen rrugë zgjidhje, se bën 8 muaj që merrem me këtë problem. Dakor, faleminderit shumë për telefonatën zonjës nga Rasheni, atë ka ndodhur, pra kjo që pritej të ndodhte në fakt dhe që është absurde për fatin e atyre që e kanë tani nuk është faji atyre që kanë studiuar në universitet që tani shteti nuk e njeh. Por ka një problem më të madh në këtë histori që shteti duhet ta sqarojë këtë situatë. Si është lejuar, pra që me që ky universiteti apo kjo diploma nuk njihet, si është lejuar që mbi këtë diplomë të masterizohen këta njerëz dhe sot kur dalin tregun e punës u thonë nuk mund të punoni ju sepse nuk ka njohje pra nuk është e akredituar një universitet që ju keni kryer më përpara. Ç'rëndësi ka kjo? Ti a ke legalizuar atë universitet momentin kur e ke futur në master? Prandaj duhet Ministria e Arsimit në këtë rast të sqarojë mirë këtë situatë,
sepse kështu mund të kam përshtypjen se janë shumë njerëz. Janë shumë fëmijë të rinj të cilët kanë mbaruar, se unë kam një ide se kush është ky universiteti, po për efekt, sigurisht që s'ka në rëndësi të madhe, nuk po merremi me këtë histori, kështu që të sqarohet pozicioni se kjo mund të krijojë probleme të mëdha sociale për këta të rinj. Presim tjetër telefonata, mëngjes. Mërë deputeti Tiranës, mëse ti e për deputet, jo këto. Ja, më jasë. Dolen gjithë hajtut e gjithë tepsis. Nuk bëhen deputetet... Kjo është i penxere, kjo është i dritare apër i ne qajmë halet, dhe me tonë të redëm, në duket se kur i qajmë to, dhe jenë tina i hek të halet. Shpresoj të bëjë sa më shumë. Tani u desha me tonë vetëm i gjohë. To du me jahu me emrin Shqipnis në i fjallë, du me jahu me shdo gjohë, kupton, për hirë të legu to, burë të shesin edhe fmine vetë. To jonë të pa ftyra, kupton. Një gjova jo mëron pa mëron atë narsesin e Durrësit. A ishe mjullë portën e Gnadja, pa piktur, ishe dhonë le palati, ishe bojt gjitha i palati i modë me tja, to për interesa, këto e prishin, edhe, po të thotë... Këta nuk e njohin historinë, njohin vetëm aritmetikën i dashur. Vetëm që të majnë lek, Patrik. Po pra, se nuk njohin fare historinë dhe nuk kanë absolutisht asin lloj logjike në histori, po e njohin në mënyrë perfekte aritmetikën, sa bojnë 2 edhe 2, sa bojnë 1 milion edhe 1 miliard, se flitej për miliarda, apo jo aty? Bravo, ke legu e njohi këto, ke legu Stefani ke legu këto, po që për ke legu gjanë botë Stefani këto, dhe ke pronat e veta këto Stefanin. Absolutisht. Të veta, pronat e veta që i bën të veta ti dashur se... Shqipni këtu as ka pas, a kupton? Qartë. Edhe turpi më i modho që zjen ato deputetët atje me i fjallë, në kryshta me shumë, po unë thashtë po zjen ta monë dore, po kështu si ato graf dhe i fjallë udhi një kështu e udhi... Ore, le të zjen se në çdo parlament zihen, më dëgjoj pak, në çdo parlament zihen dhe kemi parë dhe grushta me tjerë, por zihen për në i gjë madhore, po jo për hallet e popullit. Po, Patrik, po. Më fali minut, po unë thashtë e prakëll tise për e qise noflën nga shpina i më vla, po unë e dhja dhe që është majtë si bokser, po i zdire me gjyta zgrushe buri dhe, po mi gjo braqe si e me i gërtit ja shkeni prapë. Nuk besoj se ishte qëllimi për ta gotitur. Dhe qëllon dhe i mjekër të bukur braqe vëlla ishte po simpatik këtë rallë. Ka i shkisha, zoti Patrik. Faleminderit, ju përshëndes, uroj ditë mbar. Ecë më tej presim tjetër telefonata, mëngjes. O Patrik, si udhime? Mirë, faleminderit, po ju? Mirë. Gëzohem. Unë kam 2 gjona. Po, patjetër. Një e për punën në vëshës, e ka puta 20 mishin, e ka lonë dhe i kësa hati, e vërës të s'kam hap pelat me lidhëm sa hatë, të shdoj zonë është të më regull. Në Kamës, apo jo, po glasim Kamës? Sigurisht në Kamës. Po, pra. Sigurisht në Kamës. Si ka mundësi me si lidhi, ka pep nën muj, a 10 muj si ka prunë të elat atë, po s'po kina drita, lesa është, ka qenë në ftoftë të ka pas nga kesë modë linja, pa mas më i frigoriferi. Jam shumë dakord se ne adresuam këtë problem dhe u mor angazhimi se do ta shikonin problemin nëse ka ngelur vetëm për kaq që do ta krijonin procesin dhe unë jam i bindur se kështu është sepse ne kemi parë edhe në terren situatën dhe linja re është shtruar, është 20.000 volt etj, ka mjaftueshëm energji për banorët e këtyre zonave, por thjesht një veprim teknik është të lidhet dhe të krijohet pra procesi i furnizimit korrekt, se me atë furnizim me energji elektrike që keni ju, sigurisht që nuk justifikon pagesën që bëni, sepse me një energji që nuk vlen. Po të paguhet tina, po të paguhet kina dritë. Po pra, kjo është ajo që doja të thoja. Pra, të paguhet ajo që merr, jo të paguash një gjë që se merr. Po, e dyta. E dyta. Po. E dyta po edhe për punën e protestës, për nesër. Po. Heli herë komplet që ky popull që gret punën e protestës, dalin, ku po shko, o Europë, o Shqiptar, ku i të shku, a i si është një prezetori greves, a ka qenë gjemë pushtet, apo paguim ata pasuja në aset. Mirë, se këtë nuk do t'i hyj këtij debati të shkojmë apo mos shkojmë, sepse secili e ka drejtën e vet, lutem. Secili e zgjedh vetë të shkojë apo mos shkojë, nuk mund të ndikojmë ne apo të hyjmë të themi shkoni apo mos shkoni. Nuk do t'i hyjmë këtij debati, lutem. Po. Se nuk mund ta ndalosh njeriu dhe nuk mund t'i imponosh njeriu as të shkojë dhe as mos shkojë. O burra atje kret, hej, po jo... Jo, se kam as kështu as ashtu, nuk dua fare në këtë pjesë, sepse faleminderit shumë. Gjithë mirat, puna është të zgjidhim problemin e energjisë elektrike një herë që nuk e merrni, pastaj të mendojmë se si të shkojmë apo mos shkojmë protestë. Pra, ky është problemi. Shkoni hallë problemet, protesta
do të zgjidhet e din vetë ata shkojnë apo shkojnë njerëzit, kështu që nuk mund t'i imponojmë as të shkojnë e as mos shkojnë. Kështu që presim të telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët, ju përshëndes, faleminderit. O Patrik, o të pafshim deputet, o ministër e gjitha më. Jo, se pastaj kush e di se çfarë ndodh. Pas vetëm me ty i qajmë, me këtë i qajmë. Digjo, Patrik, po zgjatëm se të ka marrë dhe herë tjera. Dakor. Digjom ato sherre djenë parlamente dhe ti si kur e paralajmërove për me të thënieve që bëjnë gjithë digjusit këty që sot është strada e radhës, dhe ashtu është, kemi thënë, është stradë kështu komike, sepse të tillë janë ata me braçe, me noke, me këta. Unë dëshiroj pyetje për publikun këtu më. Kemi një ministri e punës dhe çështjeve sociale, me një ministër Blendi Klosi. Ky Blendi Klosi, 3 jetën e vet, posti më i ulët që ka punuar ka qenë zëvendës ministër. Nuk e di ndonjëherë se ç'është autobusi, nuk e di ndonjëherë ç'a është rradha. Mos flas mas ne që ha nga PS-ja e gruaja vet punon nga klani. Mirë, atë është zgjedhje personale, private, nuk mund ta gjykojmë për këtë, dakor. Private po themi për këtë, po private po na del dhe për atë portën e Venecias në Durrës që fillojnë e zihen Vagjush Dako, jo e kam bë unë, jo e kam bë ai. Qartë. Dhe e dyta, ky korp zoologjik që e kemi thënë si që është politika shqiptare me në krye parlamentit, që dje vetë fillun me i përmënd, jo gomare, jo... Po t'ishte korp zoologjik, nuk do ta kishim të skenë, se kafsha e mbron klyshin e vet, apo jo? Po deputetët nuk e bëjnë të gjë për popullin dhe për klyshin e vet, pra nëse e quajmë kështu. Bile këti korpsi zoologjik, që kishim kaq me të larmi kafshës, dje ju shtu dhe i kafshë re. Da u shtu dhe i bi, bane nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, se rosa e pata kishim, na mungus në bibat të periullu shtu dhe biba. Tani unë jam një njeri që e kam bret botën dhe një ofë mirë. Pyetjen, të lutem shpejt që të më zgjatin. Unë dua di një gjë. Ne themi populli rroga minimale kjo. A e kemi ne këtë luks që të majmë një komision qendror zgjedhor, kemi që nga 91, që me përjashtim të i palë zgjedhjeve njëherë më 2 vjet lokal dhe pushtetit qendror që zgjedh, të cilat cop kanë qenë gjitha këto vite, majmë ne krenar bibra, tërsa komisioner, një administrat, me vetura, me rroga luksoze, me të ngronë, me të pime që hanë atjen për komisione. Unë nuk e di me fjalë që mund kemi komision që tjetë i përkoshëm kur bëhet, po që t'jem funksional, të loj biba, shë këto loj rritë. Mirë, pa këto etiketimet se mos bëjmë edhe ne si që kanë argumentin ata, dakor? Po do bëjmë, më ku e qenë drejtën krenar biba, sot kandidon Libra, a kandidon FRD-ja, a kandidon kush është mërë? Qartë. Mirë, kjo është një pyetje drejt, sepse ne në fundit i paguajmë ne gjithë të administrat, gjithë të njerëz, që cilët vendosin drejt, dhe ne pretendojmë që kur... Ka për ligjin, për shto dhe ka drejt a i krye prokurori, është, a i ka kulturet e veta, për shto ka drejt, që ti marri jo prokurori... Dakor. E kuptova drejt argumentin, sigurisht që është shumë rëndësishme, pra nuk mundet do të askush qofshin ta edhe KQZ-a, prokuria, qeveria, shteta, politika, kush do të abuzoj në emër të taksave dhe të parave qytetarëve, cilët shkojnë sigurisht për shërbimet në shtet dhe për të na shërbyer ne, jo për të shërbyer vetes, në drejtë nga këtë problem zotëria. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo? Mirëmëngjes, zoti Patrik. Mirëmëngjes, përshëndetje, mirë se erdhët. O kryeministri i hallëve dhe i problemeve tona me rrogë gazetare. U morën lekët se kam qenë vërtet i shqetësuar sepse pati një premtim nga ana e institucioneve që do të shpërndashin lekët për Shijakun, se ka pasur një gabim teknik, jam shumë kurioz të di nëse u ndan apo jo. Atëherë 3 kërkesa kisha sot. Po. Në radhë parë falenderojt e parafolësin nga Tirana, ja falë zoti gojen. Akoma s'kemi morë lekët para vitit 3, mas vitit 3, shpërblimin pas të rasmet për vit në ri. Shpërblimin, pra nuk e keni marrë shpërblimin? Po, më vje fatura dritëve me 710 kW. Unë kujtova se e kom lidh me që të unë. Igo, para 2 ditësh një firak me në telefon dhe për men invalidët.
Shkojnë spital pa më bajnë krafta. Shkojnë bashkit fjerit tha, marrët punë tha me sekonda ke qef tysh ta ke kryetari bashkit tha dhe ke gjdo institucioni bashkit. Atëherë ky vallë apo në bashki, apo në qeveri, apo fresku i partit. Jo, mase mund ta ketë ai këtë shërbim, nuk mund ta paraqykojnë. Telefon aty janë bashkëvujtë si mu, invalidët e firit, ata që marrin për krahë nga firi, ne po i ngjojmë për ditë se këtu qajmë dhe këtu shordhomim ke ky ekran. Qartë. Dhe i lutem më zbohen të paktën invalidët, paraplegjikët, verbrit dhe ata që morin për krahë sociale, më zbohen më asnjë lloj partije se sot marrën votimet, ditën e hon kemi shqil pasi jemi mësuar nga 27 vjet. Qartë. Shumë dakord jam, absolutisht ky është një apel që duhet të shkojë jo vetëm për invalidët. Faleminderit ju, faleminderit dhe edhe një herë. Apeli i madh për qeverinë, me që e dha atë vendim, ore jepja unë shpërblimin 20.000 lekë, po atyre njerëzve i ka ardhur fatura 700 kW dhe e shtojnë të 20.000 lekë që paguajnë dritat paktën për një muaj, e zgjidhin një hall. Pra, nuk e di, të premtosh shpërblimin dhe të mos ia japësh shpërblimin, më duket si një lojë shumë e keqe dhe shumë dashakeqëse ndaj këtyre njerëzve të cilët janë vërtet nevojë. Shijak, ja ku Shijaku, 5 minuta me makinë nga kthesa e Kamzës deri në Shijak, 5 minuta me makinë është dhe sigurisht mund shkohet verifikohet kjo gjendje dhe institucionet e Ministrisë së Mirëqenies Sociale, qeverisë kush e ka pasur angazhimin shkojnë ta verifikojnë. Le që i marrin me vonesë edhe lekët që u takojnë pensionit invaliditetit. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Përshëndetje, zot Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes, faleminderit. Unë jam një qytetar në zonën e Kamzës. Po. Edhe kam 2 kontrata, kam në lidhje me qesin, domethënë. Kam 2 kontrata familjare që unë faturohem privatisht prej 5-6 vjetësh. Po pse janë 2 kontrata? Po 2 kontrata, e imja dhe vllai, domethënë. Në një shtëpi apo secili në vetë? Jo, okay. Shtëpi në vetë. Dakor, se kujtova se tash mos kanë bërë 2 kontrata në njëjtën shtëpi se. Ja. Edhe bën edhe. Po se ka bërë vaki ose s'ka bërë? Bën vaki, më të shtet bën vaki. Dgjoj, tani kam 2 kontrata, domethënë, shtëpia ime dhe vllait që ne faturohemi privat nga 2011, mos gabojm. Jam vendosur nga Neteleja 2 sahatët. Jam vendosur dhe kanë ikur, domethënë. Po. Aty më kanë lënë ket, kur kam vendosur me gjop. Jam shumë dakord me gjop, se është gjetur lidhja ishte shtëpia në ndërtim. A gjetë lidhja është vendosur gjopa. Po, kuptova. Jam shumë dakord me atë pjesë. Por aty më kanë lënë një letër që aty thotë jam familjar. Edhe në sistemin atyre, duke kemi bërë ankimim, mas ankimim mbas 2-3 vjetësh, domethënë vazhduan që të kërkojnë energjinë, domethënë vazhduan të rregullojnë gjitha. Edhe ne i ram mrapa kësaj të gjithë të tjerët edhe privat. Në sistemin e tyre del shtëpi banimi. Në letrën që më kanë lënë mua jam familjar. Kurse vazhdoj që të faturohem privat deri. A keni kërkuar sërim, verifikim pra të cilësohet privat apo shtëpi banimi se tani ajo përderisa kanë sistem shumë e thjeshtë për ta evidentuar këtë. Deri në 10 tetor të 2016 jam rezultuar privat, domethënë jam faturuar privat, sikur kanë thënë ato. Po. Tani nga janari i 2017 jam kthyer familjar. Me kërkesën tuaj apo e ka kthyer vetë? Me shumë kërkesa, që s'kam lënë asnjë vend pa shkuar. Qartë, e kuptova. Me shumë kërkesa që kam gati një dosje si çfarë thënë. Dakor, ku qëndron problemi tani? Mirë, dakor, vonesat e tjetër. Kush është problemi? Problemi tani më thonë se nuk e kam kërkuar unë në fillim, se kam ankimuar unë në fillim, edhe tani nuk din çfarë bëj. Derisa atje kam shkuar kam bërë dhe një ankimim ke ERA. ERA që ajo i kthyen donte ja 2-3 muaj. Domethënë, edhe 2-3 muaj që të kthejnë përgjigjet. Unë nuk e di se ku të shkoj më. Për kaq gjë duhet bërë gjithë kjo procedurë, pra përderisa në sistem figuron kështu, hajde ta ndryshojmë kështu, pra kërkesë sepse verifikohet fare thjesht. Është shtëpi private apo aktivitet, është shtëpi banimi apo aktivitet biznesi. Dhe është shumë e thjeshtë për të verifikuar, prandaj po them. Kanë ardhur dhe kanë verifikuar, jo një herë, 2-3 herë kanë ardhur dhe kanë verifikuar çunën. Jam shtëpi banimi dhe s'kam lidhje me privat, as në rrugë kryesore, nuk jam as një qiften që të dyshohet që ka qenë ndonjëherë. E kuptova. Biznes, domethënë nuk ka lidhje fare me atë. Nuk e di, bom të rollatin lart të poshtë, na çmendën. Domethënë
Tani me një marrëveshje që të paguajnë si biznes, unë të kuptoj. Pra, ju du të paguni gjobën si biznes, pik. Kjo është problemi. Po vazhdojnë gjitha gjërat i paguajmë si biznes, kemi lidh një marrëveshje derisa këtyre të ju shkrepët që dashu. E qartë, kuptova shumë qartë. Tani do të ka... Po. Ke drejtoresha Albana Ferra që ishte ke Konadi dikur, tani më duket se ka ndruar shiqyr. Po. Desha të bëj thirrje drejtorit, kush është më i madhi domethënë i Qezit, që ta rishikoj këto dy kontrata se janë goxha të famshme në përduar të këtyre, sa në Konat, sa në Kamëz. Atëherë, sigurisht edhe ne ja bëjmë këtë, sepse OSHA e Kamzës, nuk e di, du të seroj shumë gjëra, po kjo është fare e thjesht dhe ne po ja themi shumë thjesht. Falenderoj shumë për telefonatën. Pra, verifikimi bëhet shumë thjesht. Përderisa e kanë verifikuar në terren dhe kanë identifikuar se bëhet fjalë për një shtëpi banimi ku jetojnë fëmijë, gra, pleq të moshuar, njerëz tjerë, dhe jo shitet, ku diun, mall aty dhe nuk është biznes, atëherë ktheheni dhe në sistem. Përderisa keni bërë verifikimin terren, ktheheni dhe në sistem, apo ky sistemi është bërë kaq i pa prekshëm sa nuk ndryshon dot as pa kontratat, funksionin e kontratës. Absolutisht për tu thelluar dhe për ta kërkuar një sqarim të tillë. Falenderoj shumë zotrin, presim tjetër telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirë, përshëndetje. Po? Këtë zotin në telefon të flasëm televizori, janë ape Italijet. Po? Bëna me folë me te. Po jena drejt për zdrejti, po flasim bashkë, në televizor jemi. Po këtë... drejt për drejt janë zotni. Sepse... Kërkoj folje. Jo, të lutem po, në Itali vjen pak me vonesë në është ta sinjali, po. Okej, më dëgjoni nga telefoni, flisni ju lutem, po. Unë të njëzeta shumë mirë me ty, edhe komunikojmë shumë mirë. Falemderit. A je mirë me shtetjerë ti? Po mirë, falemderit, jo keq. Ju si jeni? Mirë të është falemderit me Italijet plasëm e vana. Po? Uja të në zëtë mirë, ti qa kanë ata si kërkojnë për drita, ata rajnë tonë, ata dritave të vjellin vetë lek. Mirë me varet, ka që abuzojnë, ka që janë vërtet në au. Po qa kana me të qahal ty ti për punë dhe latë një zëtni në rumi. Mirë, po dikush ti dëgjoj dhe duhet të zgjidh problemet, se nëse nuk i dëgjon njëri i, atëherë sigurisht që kotë... Po, qëfar kishit ju, apo vetëm për këtë morë? Jo, këtë vetëm të thamatin e zëtni, unë jam në Itali, po të njek ty në televizor për dit, njek, po unë jam në Itali, jetoj në Itali, po... Mirë pa, po, në Itali, shko, kam një pyetje me që morët nga Italia dhe më vjen mirë që morët dhe për të... Pra, ju e merrni shërbimin dhe verifikoni në rregull me sahatit, nuk keni kështu probleme është si në Shqipëri, apo jo? Ja, marë bota i vjen zarfin e futa të në nderën, më cakëtën për 10 ditë të pagush paret. Qartë. Unë i paguj paret, edhe i tham natën e mirë, ku ka këtu si në Shqipëni, ata e në hajdutat tonë atje. Po, Qartë. Kusht lejon këtu, a i bjen biletën e dritave, bjen biletën e ujit, unë jam i detyruar me i pagu. Patjetër, sigurisht nuk po flasim për këtë pjesë dhe sigurisht kjo është ajo që duhet bërë pikës pari, ti paguajmë, por të paguajmë atë që vërtet marrim dhe jo atë që se marrim të paguajmë. Kjo është shqetësimi që vjen. Më falë zotni, atje në Shqipëni paguajnë dhe ata që si s'duhet në pagu. Mirë pra, kjo është pra problemi, këtë po themi dhe ne, këtë po mundojmë të cerojmë pra. Paguaj unë për ty që se paguan, po e marrë shemull se ti e paguan rrego. Po ka shikar si s'ka pagu drita ta që 20 dikush i pagun, dikush si pagun. Qartë. Mirë i dashur të përshëndes, faleminderit, të uroj gjithë mirat, i përshëndes gjithë emigrantët shqiptarë në Itali dhe sigurisht gjithë emigrantët, në gjithë hapësirën kudo që janë, edhe kudo që mund në ndjekin i përshëndes. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjes. Mirë se edhe ty përshëndes, faleminderit. Përshëndetje për emisionin. Faleminderit. Kisha me thonë për të përsekutumit. Po? Për kryetarin e shoqatës. Cile se ju janë edhe shumë shoqata, për cilën e keni fjallën? Po kjo është e kisha përsekutume, si janë dalë shumë shoqata. Edhe të përsekutuari që në fakt kanë vuajtur njësoj, po flasim, dikush më pak e dikush më shumë, pra të ndahen edhe në shumë shoqata, edhe tani edhe në shumë parti, më duket pak absurde, me thënë drejtën. Po kjo është e keqja e këtyne komunistëve, se e kanë përqash, të jasën përsekutume në gjitha partitë, po edhe ai që përqahet, është një njeri i shitun, po t'i thu shtu, se njeri unë nuk duhet shitet, sepse është ke qeverin pushtet. Prej hallit, ndoshta njerëzit të detyrohen, e kupton? Jo, s'jam dakord me ata. Mirë, po them, mund arsyen e gjeta. Prej hallit mund shetesh një kafsh, një lop, një baktish, ata është prej hallit dhe del nga hallit, nëse del. Kurse njeriu nuk duhet shitet.
Prandaj, këto janë shitur të përsekutumit, jam edhe vetë i përsekutuar dhe për ndjek politik. Janë shitur ke komunistët që ato i kanë përsekutu, to prap bjen ke kom të atyne. Kjo është një fatkeqësi e këtyre njerëzve të përsekutuar. Kisha mi thënë Ademal që një njeri që ka bo shumë vite burg, që nuk do t'i boje, edhe është me gjenje gjumin, gjenje kome. Kisha mi thënë sindikatës, ati Gëzim Kalas, a i paguhet nga takset e shqiptarve. Pse ka ranë gjenje gjumi dhe ai? Nuk e rëzosh qeverin partia, e rëzosh sindikata, përsekutumit. Pra nuk funksionon kështu linja kena, ku është gjë gjë mrapshim. Kuptoj. Të falenderoj shumë për telefonatën. Po, du ta kuptoje dhe zgjohet nga gjumi një herë. Edhe ta zhduke këtë kasë politike të qelbër. E kuptoj. Të falenderoj shumë, absolutisht, ky është shqetësimi më i madh që kanë shqiptarët, 700 parti për 700 veta. 700 shoqata të përndjekurish për 700 të përndjekur, 700 sindikata për 700 punonjës, e tjetër me radhë, cilat në fundit dhe nuk e luajnë rolin e tyre që duhet ta luajnë, nëse sindikata kemi plotësi si emra sindikatash, po të hyjmë, po të shohim listën e gjykatave, listën e gjykatë regjistruar si sindikata apo pranë kompanive ku punojnë, sindikata ka sa nuk kemi ku t'i çojmë, po puna është sa e kanë luajtur rolin e tyre. Kemi parti politike sa nuk po dim ku t'i çojmë, po çfarë po bëjnë? Ky është problemi. Apo shoqatat e të përndjekurve që i ngriti zotëria. Presim edhe një tjetër telefonat para se shkojmë publicitet. Alo, mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët, mirëmëngjes. Mirëmëngjes o Patrit. Mirëmëngjes. Flas nga Kuksi. Po. Nga pushtrit e Kuksit. Po. Para 3 ditë janë shpërndar lopë në Kuks. Po. Erdhën edhe në Kukës se në Lushnjë, në Beratën, këto zonat poshtë, e di që janë shpërndarë në Dibër. Po, a erdhën në Kukës? Po. Erdhën në Kukës 8 lopë, ato i finvisa, jo lopë, po. Nese, po, paktën kanë cilë diçka. Po, paktën kanë cilë diçka. Po. Në has kanë që 20 lopë në Kukës 8, mu nuk ma kanë dhonë lopën. Po pse, nuk çfarë të thanë? A mund ta kuptojnë? Mu më thanë që nuk e kje radhën tani. Po kur e ke radhën? Pse? Kur e kam... I radhë i 13 ti. Qartë. Pra, kanë ardhë 8, du të kishë, për të ardhë radhë aty, du të vinë edhe, sa i bie, edhe 5 lopë të tjera. Po, bre, edhe 5 lopë tjera. O Patrit, po tokën të na japën, o Patrit, se i thonë se 7 mujtë ditë. Më falë, ato që u shpërndan, tani, sigurisht ne do ta verifikojmë dhe unë do t'i kërkoj edhe serime institucioneve të ministrisë apo drejtorisë bujqësisë në Kukës. Edhe u ndan në rregull i morën njerëzit që vërtet kanë humbur lopët në kohën e virusit apo i morën edhe ca njerëz thjesht se i kanë futur edhe lopët në parti apo jo. Patrit, ato i kanë marrë ato njerëz që u kanë ngosht lopa. Okej, në rregull, pra, nuk ka pasur abuzime në këtë pjesë. Këtë doja të pyesja. Po tani në has juan 20 lopë, në Kukës 8, tani a bëhet për çështje politike kjo punë, sa hasi socialistë, Kuksi demokrat. Edhe mund të jetë kjo. Prandaj pyeta, pra, nëse janë ndarë lopët me partia apo jo. Okej. Andaj me parti, o Patrit, Qartë. 20 lopë që në hasë, 8 lopë në Kukës. Jo të mos shojmë has, nuk jam kundër, shumë mirë kanë bërë të qoj 20, 20, 50, sa të ketë nevoj, por unë jam, po ja bëj drejt për drejt i Ministrisë së Bujqësisë, na janë bërë shumë këtë ditë, unë falenderoj shumë për telefonatën, se janë bërë shumë probleme me Ministrinë e Bujqësisë. Ore zoti ministër, shkoni verifikoni tani Kuksi gjitha i rreth dhe ju çoni vetëm 8 lopë, po për çfarë më mirë ti kishit grumbulluar gjitha lopët njëkohësisht dhe ti çoni gjithve njëkohësisht, se kështu krijoni pakënaqësi. Zgjidheni këtë problem, mos krijoni kot pakënaqësi mes njerëzve dhe sigurisht mos i leni të presin kaq shumë se nëse nuk marrin lopët ata gjithë dimrin mbeten pa bukë, se me atë lopë jetojnë, me atë qumësh, me atë djathë që bëjnë, me atë kos që bëjnë etj, diku e shesin, diku ja u japin ushqim fëmijëve etj me radhë. Mendojeni edhe kaq logjikën. Pra, mos bëni diferencime të tilla. Kuksi është gjithë ajo zonë ka qenë më i prekuri nga virusi, çojani plotësisht fondin e lopëve që duhet dhe të kënaqen gjithë. Shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak, mos u largoni, qëndroni me ne. Jemi përsëri bashkë miq në Ora News, në Channel 1 dhe në Radio Ora dhe në Facebook. Ora juaj është faqja në Facebook ku ju mund të ndiqni live stream gjatë gjithë kohës së transmetimit tonë, sigurisht për ata që nuk janë para ekranit apo nuk kanë mundësi ta dëgjojnë nëpërmjet valve të Radio Ora News dhe sigurisht edhe në Channel 1. Unë i ftoj të bashkohen sigurisht në Ora juaj. Është faqja jonë në Facebook, mund të adresoni edhe pyetje, argumenta të ndryshëm të cilët mund të jenë pjesë e trajtimit dhe konsumit ton këtu në transmetim live.
Pa unë burko presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Alo? Mëngjes, Patrik. Mëngjes, zonjë. Po, i herë do me të pyet shoqënore ku merr guximin që u del ka zot njerëzve. Po sepse njeri i popull jam dhe unë, prandaj. Jo, faleminderit shumë se na sqaron edhe na duket sikur jemi të folë me djalin ton ose vëllain ton. Uroj ta kem arritur këtë, absolutisht. Faleminderit. Unë kam si me thonë një ankesë. Po, patjetër, u gjej. Jam një biznesmene, me thonë. Po. Kam një subjekt privat. Një korrigjim për të më falë zonjë, për të mos u bërë maskilist, business woman, po e bëjmë se biznesmen janë burrat, ta bëjmë ju jeni zonjë biznesmene dhe kjo është për të vlerësuar e për të thonë fort. Nga të rëtë goja mërë. Jo, s'ka gjo, për kështu e kemi thonë ne, jetë e mot, biznesmene i themi, fakt është gabimi ma. Mirë, dakor, të themi për te i shakas, po. Një biznes shtetënor, se ka thonë, në fushën e përshkimi. Po. Kam pas licencën deri në 2016. Po. Jo, më falë, në 2015. Në kam marruar në 2015. Qartë. Edhe si regull është me bo kërkesën 2 muaj parën. Po. E kam bo kërkesën në ministri, edhe si regull mrena vitet du të mlidhët bordi. Po, normal. E shqyrtuar licencën. Po. E kam bo kërkesën qysh me 2 tetor 2014, 15 se i gatëroj vjetë. Po, s'ka problem. Edhe ka kalua 2016, edhe nuk më hap licenca, edhe kemi në 2017, edhe prapë se prapë nuk më hap licenca. Po pse? Qfar? Ka në arsye, ka në i... Du kanë zjenë në arsye se pse u kanë thonë që nuk do t'a japim licencë, nuk do t'a rinovojmë më? Kam shkua në ministri, jam takua atje me këta drejtorat e përshkimit, edhe më kanë thonë që kur të mlidhet bordi se kem pa kërkesën të uj. Pra, Më lanë me gjua këto? më falë, kjo është problem tjetër i madhë që na del. Pra, i bie që bordi, i cili shërton ato kërkesat, se mund t'jene dhe shumë njerëz të tjerë, të cilet kërkojnë licencim për sektorin e peshkimit, apo ku diun magazinimit të peshkut, apo se mund t'kemi shumë gjëra që lidhen me peshkimin. Pra, nuk është mbledhur për një vit i gjysë i bie bordi. Po. Ka kalua një vit, edhe nuk ka më shtrop licenca. Ma mërmenja që nuk ka grua që ka me licencë peshkimit në Shqipni. Po qartë. Ne duhen me i dhanë prioritet gruas në fushën e biznesit, neja se marrën munimin. Po pra. Si me thonë drejten e kam pagua. Dakor. Nuk jam shku që du me plëtsuar këtë të unë. Atëherë, okej. Unë të falenderoj shumë, sepse ky është argument shumë i rëndësishëm. Pra, atëherë, Ministrit Bujqësisë besoj, apo jo e keni adresuar? Po, kanë gjithkon. Okej. Atëherë, një ftesë për bordin e peshkimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe ka një emër gjatë mrapa që vazhdon. Po, ka dhe ujra të brenda. Kam bo kërkesa, dhe kam hi, kam takua, nuk më kthejnë përgjigje. Dakor, pra ne po themi, po ja themi publikisht. Nuk takua dhe me deputetin, mirë po, këta tonë du të me fuqë. Në çfarë zone operoni ju? Ku e keni... Në Patok. Në Patok, okej. Mirë. Shumë faleminderit. Po pra, po, e kuptova. E kuptova, po do ta kemi kollaj për ta identifikuar se jeni vetëm një zonjë që operoni dhe keni licencë për peshkimin, kështu që bordit, po i bëj thirrje bordit se ç'është ky bord që nuk mlidhet, se këto bordet na janë bërë si kooperativat bujqësore dikur. Kemi kaq shumë borde që janë nëpër ministria, nëpër qeveri, por nuk e kryejnë rolin e tyre. Të mlidhet bordi, sepse pas ka një vit e gjysmë pa mbledhur dhe madje mund të ketë shkelur edhe ligjin dhe duhet ishte mbledhur në kohë, se një bord që nuk mlidhet për një vit e gjysmë. Janë dhënë disa dhe janë dhënë licencat. Po, ju kanë thonë që nuk kemi mbledhur, apo jo? Po. Pra, kjo të thotë që tani ose janë mbledhur... Qartë. Okej. Ka një grua
se si, nuk kanë frikë, ma kanë edhe frikën që jam i pije marrë. Dakor. Faleminderit shumë, faleminderit zonja, me pak e madhe do të zonja. Faleminderit shumë. Atëherë, shkoni. Ka një gjithandej del e themi kemi qeverinë për herë të parë me shumë femra, kemi administratën me shumë femra, gra, nëna, vajza, motra, etj, por ama të vetmin sektor ku një zonjë arrin të bëj konkurrencë, të konkuroj tregun e peshkimit, pra në patok është e vetë një zonjë, thot paktën unë nuk kam gjuar, po edhe zonja tha që është e vetëmja, edhe asaj ja fshejmë licencën sa të mundemi pra. Ne stimulojmë procesin e futjes gruas sa më shumë barazi edhe në biznes, nga ana tjetër nuk mbledhim bordin për t'ja licencuar aktivitetin e peshkimit. Pra, o Ministri e Bujqësisë, o Bordi Peshkimit, çfarë jeni ju, shkojeni se ku ka ngel për një vit e gjysmë aty në Sirtar, shkojeni mos e gjeni, e ndihmoni zonjën. Fundit peshkim po bën, kemi një marrëveshje me Bashkimin Evropian që ne nuk e plotësojmë dot për sigurimin e peshkimit, kështu që më mirë të shtohet një peshk në rrjet. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mëngjes. Mirësera, ju përshëndes, faleminderit. Kisha një problem për atë leximin e macave elektrik. Po, patjetër. Ne akoma nuk kemi rregullu të matët edhe tjepet ajo që harxhon, në një kohë që pretendohet nga shteti që kjo matje të bëhet një herë në 3 muaj. Është e vërtet që në vendet për rreth, si për shembull Italia, di se kemi njerëz andej, ashtu e bën një herë në 6 muaj, nuk e di se si është. Por ama duhet paraqitesh se të sjellë një pusull, një topletër, edhe thonë të paraqitesh para nzyrave të energjisë elektrike, energji, po, edhe të bësh likuidimi. Likuidimi mund të jetë të japësh para ndana se ke harxhuar më tepër, ose të kthejnë para kesh në dorë. Pra, të kthejnë kesh në dorë, jo kompensim energji elektrike, ti kam, se ne funksionojmë akoma me këtë, ti kam borxh, ti çka ti kam borxh. Jo, është kesh në dorë ti jep shteti, të kthejnë ose në rast mos paraqitje të ndërpritet, për të dyja rastet të ndërpritet energji elektrike. Shumë e drejtë. Pra, atje ka një korrektësi të papame. Neve nuk e kemi vë akoma në rregull leximin nga lexuesit. Duke qenë se ju jeni njohës, me sa e kuptoj, ju jeni njohës i këtij procesi, me sa e kuptova nga biseda. Po. Ne jemi gati për një absolutisht jo. Sepse sahatet unë paktën shoh të pavati ku jetoj unë, sahatet janë akoma me atë që po t'ja vendosësh atë magnetin e ndalo aty po. Po, dëgjoj zoti Patrik. Po. Neve fluturojmë, domethënë kotëm kot. Ai merr shembull nga bota për rreth, siç duket se njeh realitetin e vërtet. Siç bëm gazifikimin nga tapin e të qytetarëve shqiptar, të familjeve shqiptare, edhe kështu që kërkon të bëj gjëra të sjellë risi. Pra, këto janë të parakoshme dhe nuk është ndërgjegjësu aq shumë shoqëria shqiptare sa që të t'i japi atë njëkohësisht edhe OSHE që janë këto, nuk mund të bëj të marri borxh ke populli, në rast se të ka vu më tepër, do t'i shlyejë muin tjetër. Borxh populli nuk i jep shtetit. Në asnjë rast. Shumë e drejtë. E para dhe e dyta, unë shoh këto në sajt të këtyre fluturimeve që bën kjo rilindja sot, e shoh edhe në qytetin e Durrësit. Është bërë i sheshit Durrësit i mrekullueshëm po ta shikosh. Po duhet ta shikosh me dron nga lart. Se po të jetosh aty direkt, shef një beton, kuptoni pa një lulishte, është një marrëzi komplet. Siç po bëhet edhe Veliera që thonë. Ajo mund të jetë bukur. Se kemi këtë maninë për beton, nuk e kuptoj dot. Pse është kjo? Shiko, arkitektët, kjo nuk është mendësi arkitektëve shqiptar. Kjo është një pikturë e bërë një vizatim me kryeministrit, edhe o burra ta bëjmë të kështu se duket bukur nga lart. Tja bëjmë qefin kryeministrit. Jo, alienve që do vinë nga lartë, duhet të fluturosh, nuk duhet të hetësh në vjetosh në qytet. Vetëm se kanë ngatruar se në Durrës vjet nëpërmjet detit e nuk vjet nëpërmjet ajrit, ky është problemi. Në të gjithë, domethënë, e gjithë skenografia që si mund ta quajmë e qytetit bëhet që qytetarit të ecin këmbë ta shijojë me këmbë ose me makinë. Është një fatkeqësi e madhe, domethënë po ta shikosh atë sheshin e Durrës është fatkeqësi e madhe. Ajo Veliera që po bëhet është një fatkeqësi e madhe, është prish gjetbrimi, është prish gjithçka antike. Kushtonte edhe 5-6 milionë euro dhe ishte edhe fakt të tërbon ideja që harxhohen 5 milionë euro për beton. Nuk ka asgjë të bukur, më kupton, do të bëhet një karabina kot aty, një catuk hedhët beton, pse do të jetë.
Se kthehemi prapë te ai problemi që tham për punën e energjisë elektrike. Po këto 4-5 milion euro mund të bëhen një herë rrugët që Durrësi në brendësi ka të hanë gropa me gjithë makinë dhe pastaj kur i kemi marruar këtë punë shumë mirë, hajde të bëjmë velera, të bëjmë torre, të bëjmë çfarë duash ti. O zotëri, Durrësi mund të ketë nevojë për ujësjellës, mund të ketë nevojë për shumë gjëra, unë mora një po. Por edhe për lulishte të bukura që të jenë funksionale për popullin. Po, jo beton, por lule, ju lutem, po. Të lutem, merr një dron edhe hidhe sipër sheshit të bashkisë, është një mrekulli të shohësh nga lart. Po duhet të jesh zog kulturosh që ta shijosh, se nuk e shijon dot. Po, se harrojmë se të moshuarit, fëmijët e tjerë duan pak stol me lule, me lulishte ku të rrinë, të marrin pak ajër, jo në beton, se ftohen. Në rast se do të vish në verë në Durrës, do të kalosh ke sheshi përpara bashkisë, është një vap e të mërshme, një avull i të mërshme që nuk ecën dot, nuk kalon dot. Është të merr i parë me sy. Gjithçka e bëjmë në mënyrë të nxituar para kohës nuk keni plotësisht të drejtë. Është budallallëk komplet. Budallallëk i kryeministit, po ta them unë, është kryeministi që i bën këto veprime sharlatane. Unë nuk e di, nuk e kuptoj dot. Dakor. Vizion tha zoti Dako për qytetin, ky është vizioni i administratës tonë, kështu që ç'të bëj. Më kanë votuar tha për këtë vizion. Dako është vetëm pro të ngrej dorën ku kryeministri do të bëjë këtë kështu e bësh. Dakor. Faleminderit shumë, ju përshëndes, uroj ditë të mbar. Faleminderit shumë, absolutisht janë argumenta që duhet t'i dëgjojmë, më njerëz dëgjoni, se marrim iniciativën për të bërë namin me OSHE-n për t'i marrë janë 3 muaj, janë 4 muaj faturat e energjisë elektrike, ndërkohë që s'kemi sahat me imat akoma energjinë, dhe faturistët janë pjanecët e lagjës që rrinë pinë me pjatë gjizë përpara, pinë raki, dhe pastaj dalin në matin sahatet. Pra, duhet shkojmë një herë në mentalitet përpara, pastaj fillojmë të bëjmë këtë gjëra, ashtu siç ndodh edhe me vizionet për qendrat e qyteteve. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes, faleminderit. Jam një banor në rrugën e Kreta në Laknas. Po. 550 metra. Po. Gjatësi. As traktoi nuk kalo. Çdo votim e premtojnë. Për cilën rrugë është fjala? Rrugën që hyn në Laknas? Rruga Kreta lidh me stacionin e trenit. Po, pra, pikërisht pra, atë doja të pyesja për trenin. Po. 550 metra gjatësi. Po? Plus, kanalizimet janë bërë sa për i familje, 100 shtëpi janë. Po pse është bërë për një familje? Mos ishte gjë i pari fshatit ky që i kanë bërë vetëm atij kanalizimet, apo? Kanalizimet janë bërë. Po. Po tubin që kanë vu sa për i familje. Po pra, këtë pra ne po them. Edhe blokohen, çdo ditë blokohen. Okej. Po rruga pse nuk është bërë asnjëherë, nuk është ndërhyrë asnjëherë? Jo. Sa mund të jetë ajo? As 1 kilometër nuk është. 550 metra. 550 metra. I takon bashkisë Kamzës, kurse aty ku ndan me Vorën, se tani kemi qenë me Bordurën, tani me Vorën. Ajo është në asfalt, që është ke stacioni trenit. Po, drejtë, kam parasysh për këtë thoni. Pjesa Kamzës është katastrofë. Pra, njëra bashkia pjesën e vet e ka punuar, pra bashkia e Vorës, bashkia e Kamzës e kalon. Kurse rruga Demjasharit, po në Laknas, bashkia Kamzës e ka përfundu, kurse e Vorës jo. Pra, ja kanë kompensuar njëra tjetrës bashki. Qartë. Janë para rrugë paralele. Nuk kanë dashur të ngelen borxh as njëra as tjetra, e kanë kompensuar në mënyrë të drejtë. Apel për të dy bashkitë, Vorë dhe Kamës. Mbase mund të kenë gjithmonë justifikim. Faleminderit shumë zotërisë për telefonatën, këtë justifikimin e mungesës së fondeve. Po, tani i pjesë bëhet, o bëjeni tamam, mos e bëni fare dhe thoni njerëzve që s'kemi çfarë të bëjmë dhe futjeni në Balt, lëreni Demjasharin në Balt, lëreni stacionin e trenit në Balt edhe të vazhdojmë të jetojmë në Balt. 1 kilometër e gjysë është vija ajrore nga qendra e Tiranës, Laknas, ja? Nëse ndoshta diçka më shumë, po e banalizoj pak, po e bëj 1 kilometër e gjysë. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mëngjes, përshëndetje zoti Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Para se sa të ngrenë një dyqeshje, dhe shati shtes atë parafolësin që foli për punën e energjisë, për të vendimin e qeverisë, për kontrollin e sahatëve mas 3 muaj, 4 muaj. Kjo nuk bëhet pras një gjë se vetëm bëhet për të mbledhur sa më shumë parë për fushatën. Ta kenë qatë populli shqiptar. Po nuk fillon për fushat, kjo kam përshtypjen, mase mos t'i hymë në hak para kohë.
Se nuk fillon e zbatohet do të ka shpejt kjo, është thjesht iniciativë që akoma nuk është vendosur. Është iniciativë që kjo do muajin që vjen të vetë në zbatim. Mirë pa, po. Nuk besoj se zgjidh gjë për fushatën kjo, se njerëzit nuk janë të prirur të pranojnë një gjë. Flas në Shqipëri për realitetin ekonomik, pra, se ta marrësh një herë në 3 muaj do të thotë paguash 3 fishin, një herë në 3 muaj dhe shqiptarët nuk e kanë akoma xhepin aq të ngrohtë sa të marrin lek për 3 muaj të ndajnë parat për energjinë elektrike. Këtu e kam fjalën, nuk e kemi në provë, do ta shohim. Dakor, jo, sigurisht po, them për të mos hyrë në hat ndoshta para kohë, këtë e kisha fjalën. Po. Dakor. Dakor. Është çështja që do të ngrejnë. Po. Del kryeministri dhe sot shëndetësi falas me ministrin e shëndetësisë. Po. Kam gjajën tim në fshatin Selish Diber. Ka kaluar një infrakt, e ka lënë me pasoja, edhe japin ilaçet çdo muaj. Ilaçet që japin bëjnë 120.000 lekë. 20.000 e bëjnë rimbursim, 100.000 i paguajnë. Kuptova. E ka morë një nip e ka quar në Macedoni dhe ka kontroluar dhe i ka thonë Macedonësi. Diagnoza është sakt. Ilaçet që të kanë dhënë nuk e krinë funksionin për këtë smundje që keni. Ky nuk është problem i ri, në fakt. Dhe këti të ashtë i ka dhënë kurimin atë një ilaçeve që e luftojnë këtë smundje me çmimin 25.000 lekë të vjetra shqiptare. Qartë. Kjo është shëndetësia falas, i thënë zëdër kryeministër me ministrin. Jo, ky është një argument tjetër në fakt që na vjen, cilësia e ilaçeve që hyjnë në këtë vend, sa japin rezultat, sa vijnë ilaçet e duhura, se problemi është se ka një listë me ilaçe që hyjnë në këtë vend dhe a e kryejnë funksionin. Ky është problemi. Përveç anës falas apo me lek. Se mirë, dakord, se njeriu për shëndetin do sakrifikoj, do i blej. Po, atje bëjnë 25.000 lekë të vjetra, këtu në 120.000. Kuptova. Këtu është fjala. Dakor. Kam takuar dje një njeri që kishe një shqetësim të ngjashëm për një ilaç që kushtonte një pilul, kushtonte 63 euro. Dhe që duhet ta blinte sepse këtu versioni shqiptar i listës ilaçeve pa të rimbursueshme ishte një ilaç që konsiderohej alternativ, por që nuk e kryente funksionin. Pra, këto janë problemet mëdha me sistemin e banave në Shqipëri. Edhe unë i rekomendoj ati personi që shkirë Maqedonisë se du ta morën në shumë më lirë. Merë të një Itali me 63 euro i shketi se du të jetonte edhe du të kishte argumentin bazë, sigurisht për të jetuar. Dhe që është e ditë, me bëni shumë përshtytje sot në gazetën Mapo, që shkruhej që janë dërheqën di drejtor me ndërhyrjen dhe kërkesën e ambasadorit Lu. Po, shpet, ma thuj shpet të të lutem se u zjatëm. Mo këtu me vend shumë dyshim, zoti ambasador, që ditën që gjykata e Durrësit liroi atë Lul Berishën, si nuk reagoi zoti ambasador për lirimin e bondës të krimit organizuar. Mirë, kjo është një pyetje që i takon të jap shpjegime ambasadori Lu, po në këtë rast po flasim për një proces më të ndërlikuar, sigurisht dhe pikërisht pra, dhe me thonë që Dakor. Kërku ka ambasadori të lirohet banda e krimit të organizuar. Mirë, mos kalojmë se këto janë akuza shumë të rënda për një përfaqësi. Jo, edhe Aldo Baro dhe me thonë që zoti ambasador, e kemi thonë me kohë dhe unë e kam thonë vetë disa herë, që ambasadori Amerikan është bërë palme e diromen dhe është i korruptuar. Okej, dakor. Qartë, falemderit shumë që të mos i hyjmë shumë se tani të bëjmë dhe sigurisht edhe këto akuzat, e kam thënë disa herë, të bëjmë akuza të qëndësishme, të cilat sigurisht duhen, kush ka për denoncuar, të denoncoj publikisht, flasim për këto politiket, jo nuk e kam me zotrin që tha, po vazhdojmë të jemi pjesë e debatit me akuza që krijohen nga politika, adresohen nga politika, përplasin nga politika, pastaj nuk shkojnë kur në drejtësi, por mbeten argumenti i diskutimit nga qytetarët. Do të shkojmë edhe një telefonat? Okej, presim edhe një telefonat para se shkojmë publicitet. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes, zoti Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes, faleminderit. Alo, si jeni? Mirë, po ju? Mirë. Gëzohen. Jam një minator nga Puga, në zorë da Fjallat Pugës. Po? Dhe isha të pysë për një 3 problemet të mija. Ju jeni minator apo ish minator? Vazhdoni të jeni... Ish minator. Okej. Kena marrë pension vitin 2007. Po? Dhe
Pa dalë gazetë se do të fale, tani, a ka dalë gazeta zyrtare akoma, ajo. A kam drejt i paguja, si kam drejt i paguj. Pra, po flisni, pra, që keni dalë në pension, për ndërkohë që edhe keni punuar, apo jo, kjo ka qenë... Po. Atëherë, edhe njëherë për të sqaruar, sepse kam kërkuar edhe informacion. Problemi, pra, vendimi është marrë. Tani, ka kaluar për mendim në ministri, pra, Këshilli i Sigurimeve Shoqërore, si quhet ai institucioni që e ka marrë vendimin me Ministrinë e Mirëqenies Sociale, e ka dhënë, pra, dhe ka vendosur për amnisti për gjithë ata që janë pra ndëshkuar për këtë pjesë, pra që kanë punuar ndërkohë që merrin pension dhe u është mbajtur pensioni. Ky është problemi, apo jo? Ju është ndaluar pensioni dhe ju jeni borxh ndaj shtetit dhe duhet paguani para çdo muaj, pra ju mbahet një pjesë e pensionit. Atëherë, tani për çështja është pra për mendim në Ministrinë e Financave pritet të kalojë shumë shpejt dhe sipas asaj çfarë na është thënë deri në fund të muajit shkurt, pra deri në datën 28 shkurt që të fillojë marsi do të fillojë të zbatohet. Nëse nuk ka ndonjë pengesë nga për institucione. Megjithatë, deri tani nuk ka pasur pengesa, pra nuk ka hyrë ende në fuqi. Kjo është ajo që dua t'ju them. Pyetje tjetër kisha. Po. Minator, do t'ju jepet statusi apo jo? Kjo është absolutisht e para. Po nuk mund ta japin po se kërkuat. Pra nuk e kam me ju, e kam fjalën me sindikatat, me ata që u përfaqësojnë, edhe ministria, siç mori iniciativën për statusin e naftëtarit, mund ta marrë edhe për statusin e minatorit, se nuk është ndonjë gjë e keqe ta bëj edhe ministria. Mirë apo keq është një status. Tjetër. Po. Kisha dhe pyetje tjetër unë. Po, ju dëgjoj. Minjera Monellë të shmyll tash 2 vjet. A pritet që do të hapet shteti, a ka në dorë për hapjen e kësaj minjerët, apo të dalojë mbyllë herë për gjithmonë? Kam një pyetje për Munellën, se është një problem shumë i madh, në fakt nuk është problem i vogël. Sipas ju jeni punëtor, aty keni punuar, e njihni shumë mirë dhe besoj se e dini, a ka burime akoma për të shfrytzuar në këtë minjerë, se dakord kompania që e kishte falimentoi, hallet e veta, problemet e veta, edhe iku. Po a mund të ketë interes për një riinvestim në këtë minjerë? Po së s'ka interes, ka dhe për 30 vjetë punë ka interes, ata janë problemet e firmës, se shteti s'ka vënë dorë këtu. Po pra, atëherë. Monella ka dhe për 30 vjetë tjera ka. Ju nga punu 20 vjetë aty nga të minjere. Dakord. Shumë faleminderit, atëherë. Ministria e Energjetikës, Industrisë dhe Minjerave, se e ka dhe minjerane, ta shofi mundësinë se çfarë do të bëjmë me Monellën. E jo vetëm për ata punëtor, por për pasurinë e jashtëzakonshme që ka kjo minjerë. Duke e njohur si minjerë dhe si burim që ka padyshim minerali, unë eftoj ministrinë që ta shohë edhe një herë, ta zgjidh problemin me firmën dhe të kthej mundësinë e investimit në këtë minjerë. Shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak, mos u largoni, qëndroni me ne, është ora juaj. Jemi përsëri drejt për së drejti, do të jemi deri rreth orës 8:37 minuta së bashku për të komunikuar nëpërmjet 2 numrave telefonit që janë në dispozicion. Ndërkohë që po flasim këtu, sigurisht vinë edhe në Facebook, në transmetimin ton live në Facebook, në faqen e emisionit Ora Juaj, argumente. Ajo që vjen në thelb të gjithë atyre shqetësimeve vjen prej nevojës për drejtësi në këtë vend. Dhe padyshim që drejtësia do të zgjidhte shumë halle probleme në këtë vend. Edhe flasim jo vetëm për këtë drejtësinë që po bëhet sherr i madh, pra këtë mbrojmë e këtë heqim. Problemi është të jepet drejtësi qytetarëve shqiptar, duke filluar nga sporteli më i vogël deri tek gjykata kushtetuese, që është organi më i rëndësishëm, pra po themi vendimarrës apo interpretues i ligjeve të drejtësisë të këtij vendi. Pa humbur kohë, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Faleminderit. Erdhi shumë shpejt data e protestës, si populli do protestojë nesër. Po? Ata zotërinjtë që do të udhëheqin, të kenë kujdes se provokime do kenë, një gjëra do kenë, të udhëheqin tamam një dubim paqësor tamam evropian. Të mos syet ta si xham, të mos gërvisë ta si makinë, se kjo do të minus edhe për vetë opozitën, edhe për popullin e për syrin në Evropë që dështoj botë. Shumë e drejtë, po. Do ketë edhe provokuese, edhe ashtu, po nuk do të ata që do jenë në balë të mos lëçojnë ata që kanë hujë, që kishin ujë, se këta Muhamet edhe mos kenë ujë, që ata të parë. Normal. Të mos i çojnë atje pa kontrolluar, të kontrollojnë e të protestojnë një ditë, 2 e 3. Absolutisht, kemi nevojë për një protestë paqësore, protestë europiane, protestë e cila
të përfaqësoj kulturën më të mirë të qytetarëve shqiptarë. Po, kjo tjetër, kjo është vetëm tim. Të populli dore, që të themi që ikim punët vaj, nuk ikim... Sigurisht. E drejta për të protestuar është e gjithë secilës forcë politike për të thirrur, e secilit qytetar për të protestuar apo dhe për të protestuar, por e rëndësishme është që në këtë vend të protestohet me dinjitet, me kulturë, edhe sigurisht si europian, sa duam shkojmë në europian, të jemi europian. Shumë faleminderit. Po të shkoj parlamentin që djetë u bere, populli nuk duhet të marrë mësim nga ta parlamentarë, nga ta bagabonde, nga ta dypalës. Po tjetë një popull në kulturës që të thejmë ne, ja si protestojmë ne, e ja si bënjë në parlament. Absolutisht, duhet vi ky mesazh, duhet vi kjo sjellje. Faleminderit shumë për telefonatën, sigurisht edhe për mesazhin për europianizëm edhe në protestë. Absolutisht, protesta është një drejtë legjitime e gjithë secilit prej nesh, e gjithë secilit prej jush për të protestuar, por është shumë e rëndësishme vërtet që të tregojmë dinjitet, të tregojmë edhe kulturë europiane, se sigurisht protesta është një mjet shumë i rëndësishëm dorën që kemi në dorë, por duhet ta bëjmë me shumë dinjitet dhe me shumë kulturë europiane. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Faleminderit. Përshëndetje, Veti Patrik. Përshëndetje. Sa për protestën e nesër, desha të flas. Po, patjetër. Ne shqiptarët duhet ta tregojmë vetë dhe e kemi treguar që në rrezimin e komunizmit dhe më sot ne i shohim dhe i ndëgjojmë njerëz patriot, njerëz që e donë këtë vend, që diskutojnë në parlamentin shqiptar dhe mundohen me gjithë shpirt, pavarësisht sepse ka njerëz që e presin ujtë në presat ujtë, e thëmë në fshatar, dhe nuk e lanë ujtë për shkuarat e të ara. Shumë e drejtë. Ne kemi fakte të gjava që në gjojmë dhe i shkojmë për ditë, zoti Patrik. Parlamenti shqiptar bën një çraphane e madhe nga disa njerëz të cilët nuk e meritojnë për të qenë deputet parlamentit shqiptar. Është një fatkeqësi e këtij vendi. Që 2-3 veta në parlament si braqe edhe pallat me pakicë të tjerë që vetëm rrinë duke sharë, duke prishur në parlamentin dhe nuk lanë që të thonë atë që janë, të gjithë ato që të thotë zoti Berisha, 90% të tyre janë të vërteta dhe i vërteton të gjitha. Jo vetëm Berisha, por ka dhe të tjerë shokë që punojnë me gjithë shpirt në atë parlament. Por, sa për këtë protestës nesër, shumë vonesë e ngritur, unë qytetarë thënë që ne të tregojmë vetëm si jem europian, që jem shqiptar dhe nuk jem natrestar. Të gjithë të mshesh, jemi të gjithë të bashkuar dhe mos prishim asë një tull në tokë, asë në qiell, por ne të jemi patriot, të jemi me të drejtën e Zotit dhe Edi Rama duhet të largohet urgjencisht sepse Shqipërinë ka marrë lumi. Ka marrë lumi për arsye sepse nuk ka ndodhur asnjë vend të botës që për një vit, maksimum me një vit e gjysmë, gjithë Shqipëria është mill me drogë. Drogë dhe vetëm drogë. Ç'është ky kryeministër, ç'është ky parlament, ç'është ta njerëz që e durojnë këtë njeri duke nxjerrë nga si ka mundësi drejtësia shqiptare, 21 vite është dënuar, janë dënuar gjithë ata njerëz për këtë vend që këta kanë shkatruar, kanë vrarë dhe mas mami nxjerrin nga qelitë e burgut dhe u thonin të pafajshëm. Atë do të futin ata tjerë që i kanë futur këta. Qartë. Absolutisht. Pra, drejtësia duhet shkojë deri në fund, shumë e drejtë. Futim gjyqtarët në burg, prokurorët në burg, më falë edhe sekondë se mbroma. Do të futim ata në burg dhe të nxjerrim ta për 21 vjet. Si ka mundësi që këta kanë marrë në burg të pafajshëm, kjo është absurde. Qartë. Si ka mundësi? E drama të gjithë po i nxjerrin. Drejtësia duhet ta serojë këtë pozicion. Zoti Patrik Ti dhe unë dhe gjithë ta shqiptarë që në ndëgjojnë, që Edi Rama po i nxjerr të gjithë për para votimeve kriminalë nga burgu. Kjo është fatkeqësia jona. Faleminderit për telefonatën, sigurisht për mendimin që ndat me ne. Edhe një herë sigurisht do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë, dhe vazhdim deri në orën 8:37 minuta, presim pa humbur kohë telefonatën tjetër të radhës. Alo, mëngjes. Patrik. Mirëmëngjes. Të përgëzoj për emisionin që drejtoni ja. Faleminderit shumë, mirë se erdhët. Je djali shkëlqyer, lume 9 që të ka rritur. 2 problemet në ngrenë, jam 70 vjeçar. Po.
Në lidhje me energjinë që tha i zotnia përpara, unë jam 70 vjeç, e njoh që 18 vjeç energjinë. Nuk ka si të keqe në qoftë se faturohet janë 3 muaj. Por atje do të jenë zanatali dhe jo të partisë. Pra, infrastruktura e para, e dyta sepse ju jeni një moshë që i keni kaluar të gjitha këto përballjet me sistemin. Unë marrë Nipqen ke shkolla Adzef Plumi. Po. Atje nga Kristali, dhe ku shkon ke shkolla, është atë 250-300 metra që rrezik lajk qoftë do ta bëjnë një varë, për mos të me i fëmi. Shpresojmë që jo, absolutisht është një lutje e madhe kjo. Për arsye, se ajo rrugë, 2 makina me zikën behen, nuk ka vend, ato ka 3-4 alternativa. E para, o të higje makinat, o të higje shkolla, ose të prisha të gardhet për 200-300 metra rrugë edhe të hapen 2 metra... Absolutisht, mania për të ashtyrë gjithnjë më shumë gardhin në anë të rrugës e ka bërë të rrezikshme këtë rrugë, ju keni plotësisht të drejtë, sepse ne e kemi trajtuar dhe e kemi parë këtë rrugë, është vërtet problematike, shumë drejtë. A e keni parë? Po, patjetër. Faleminderit, nuk flas pa tepër. Atëherë, edhe një gjë tjetër me që na nxorët. Faleminderit shumë për telefonatën, me që nxorët të punën e rrugës së shkollave. Pra kjo është vetmja rrugë që çon në shkollën Adzef Plumi, bëhet fjalë diku nga pjesa e sipërme e komunës Parisit, pra dhe padyshim që është një prej rrugëve problematike. Aty kalojnë, pra është me 2 sensë rruga, ndërkohë që aty mjaftueshëm është për kaluar vetëm makinë. Trotuar nuk ka sepse gardhet janë shtyrë dhe e kanë ngushtuar rrugën. Por, dakord, ky është një problem që duhet zgjidhur dhe sigurisht duhet ndërhyj urgjentisht bashkia për të mos pasur, zotëria tha, dhe unë them larg qoftë të kemi një rast të tillë dhe kjo rrugë të përgjaket, sidomos nga fëmijët, sepse do të ishte dramatike. Por, ka një problem shumë të madh që unë dua ta ngrej shqetësimin, si qytetar, si prind, si njeri që e shoh problematikën. Atëherë, në rrugët që kalojnë para shkollave, ju lutem shumë, bashkia nuk e di, duhet ta gjejë një skemë të kufizojë paktën qarkullimin. Në rrugën që kalon pranë shkollave, kalojnë makina në mënyrë abuzive me shpejtësi, parkojnë aty, ndalojnë para derës, tjerë, në asnjë vend të botës rrugët përpara dyrëve të shkollave nuk janë të trafikuar, pra nuk janë ngarkuar me trafik. Vetëm në Shqipëri ndodh kjo gjë. Bashkisë i lutem, po i lutem sigurisht në emër të gjithë atyre prindërve që rrinë me zemër ngrirë që fëmijët e tyre kur dalin nga dera e shkollës të përfundojnë rrotat e makinës, sigurisht i lutem të ndërhyjet ta zgjidhin këtë problem. Pati iniciativë në fillim vitit shkollor, një viti më parë, që të ndalohej paktën kjo babëzia e makinave që qarkullojnë për të furnizuar dyqanet, sepse ato janë një katrahurë vërtet nëpër Tiranë. Ju lutem shumë, kufizoni qarkullimin në rrugët pranë shkollave. Ku është e mundur? Ku nuk është e mundur, të gjejmë zgjidhje alternative, ta nxjerrim hyrjen mbrapa shkollës e tjerë, ku diun se si mund të zgjidhen. Por mjafton në mes të bllokut, në rrugën në shkollën Edith Durham, kalojnë makinat me shumë shpejtësi, ndërkohë që fëmijët pasi dalin nga dera janë direkt në rrugë. Ndjes për zgjatjen, po ky është një shqetësim se besoj e kanë të gjithë prindrit në kryeqytet. Faleminderit. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Po, mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Faleminderit. Ngjarjet në Kavaj, kurie barbarisht në prezencën e kryetarit të Partisë Demokratike Luzin Basha, përsërio mendimin e vet, si dhe sjellja e pahishme e Flamurlokës dhe Sali Berishës në parlament, ku Saliu i ofendon të gjithë, pa përjashtim, i tallë, një cinizëm i pashoq, dhe deri edhe ofendime nga më të ndryshmet, që vërteton që përfaqëson Partia Demokratike sot, që për mendimin tim si qytetar, përbënë udhëheqja e Partisë Demokratike një bandë, që ka një fjalor rrugaqëror, që nuk na intereson. Mirë, vetëm njëra palë ka, apo e kanë 2 palë, se mu më duket sikur se ka vetëm njëra palë. Protestën, një minutë. Po. Me protestën bëhet në qëllim që të shmangen ndërkimit, që të shmalen ndërkimit nga drejtësia, që të shpëtojnë nga veprat kriminale që kanë bërë udhëheqja e kësaj partie, që nga 2 prilli në Shkodër, që me firma piramidale, që nga ngjarjet e Vlorë me Shikun, që me urdhrin e bombardimit të Juput, me ngjarjet e zgjidhjeve në 96, në 97, nga Kryshi Shtetit në 98, me Gërdetin, me 21 janarin. Pra, të gjitha këto janë veprime që këta mundohen që ta minjanojnë.
Dhe një time në këtë drejtim, një përmendimin të LSI-a, e cila është bashkëtor autore, ku vetë kryetari LSI-s, kryetari parlamentit, banë qëndrime të gabuara. Nuk ja prish do doktorit, totën, e le në pa fundësi diskutoje. Ku e gjeti këtë të drejtë, si kryetar kuvendit që të argumentojë një regulon? Dakor. Ku isha këtë kompetenca kjo? Dakor. Nuk e di, ta pyesim sigurisht kryetari i kuvendit dhe do ta sqaroj pozicionin e tij, nëse ka merak popullit dhe qytetarit, sigurisht sepse ja jep këtë mundësi. Po. Kam një mendim. Po. Qëllimi protesta është shumë e drejtë, por qëllimi është i ulët. Mirë. Dakor. Faleminderit, shumë faleminderit, e kuptuam që zotëria nuk do të jetë në protestë, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndet. Faleminderit, mirë se u bashkuat. Të uroj se je vërtet simpatik, kam shumë respekt. Faleminderit shumë. Po kushtu për klasën e varfër. Faleminderit shumë, përpiqeni. Tani unë duhet të trajtoj problemin e mbajtjes gjatë të konfliktit në Shqipëri. Ky konflikt cënon drejtat themelore të shqiptarëve 26 vjet. Klasa politike ka organizuar dhunime të rënda, përleshje masive me turma të irrituara, të hequra nga kryesisht nga Sali Berisha, ku kanë përfunduar masakra, vrasje, plagosje, shkatrime të ushtrisë, fabrikave, humje të jetës qytetarëve, të pafajshëm. Gjithë këto kanë rënduar rënd në qafën në kurrizin e popullit shqiptar. Këto përleshje të masave, të turmave, mund të themi, si ajo rasti me arkivon në Krata Azem Hajdarin, që sulmoi radio-televizionin shqiptar, grushti quhet grush shtetja në vitin 98. Ky ishte një krim i rënd i pandëshkuar nga organet e drejtësisë shqiptare. Prandaj i bëj thirrje dhe i them atij shokut që një qyqari që foli tha Sali Berisha s'ka do. Dëme që ka shkaktuar popullit Sali Berisha janë palogorishme patri. Edhe shumë të rënda. Nga 28 shkolla që ka pas në kohët komunizmit, shkollat mesme që ka pas rreth i Tropojës, rreth i jot patri. Sot nuk e di a funksionon në Tropoj apo s'funksionon. Pra kjo është tup i madh. Ka dëmtime shumë të rënda që veçanërisht një njeri i thjesht si Sali Berisha që e ka shkaktuar. Prandaj i bëj thirrje që nuk mund të morësh pushtetin Sali Berisha, jo të nxjesh 5.000, 3.000, 10.000. Po tio i dashur, ke 1 milion, 2 milion kundërshtar, sepse ke figurat e spikaturat pararojës dhunës që i flamur nokën, që janë ato që Kreshnik Spahil, si bësho Kreshnik Spahil, një dinengji që të ofron me dujan. Prandaj, i bëj thirrje Partisë Demokratike, ndrysho lider politik, ndrysho sepse ju keni sjellë shumë dëme të tmerrshme, keni shkatruar shtetin shqiptar. Dakor, edhe ky është një proces sigurisht që do të ndodhë. Tjera që u vi pioreksi i madh për të pasuruar. Dakor. E kuptoj drejt, sigurisht, pra është një proces që ju kërkoni, sigurisht është një proces që duhet bërë me gjithë forcat politike, jo vetëm me një, cilet sigurisht duhet fillojnë të Gjitha e kanë grabit për dhunu, edhe me pantollet grisme, sot janë bërë miliarderë. Dakor, prapa, kjo është problemi. Kjo klasë politike është mallkim më i zi për shqiptarët. Kjo nuk është demokraci, është krim, o zoti Patrik, ne e kuptojmë. Por do të reagoni ju, Patrik, ju që keni televizionet, ju që komunikoni çdo ditë. Do me thënë, sepse ne flasim, por zëri jo nuk shkon aty në veshin që ta kuptoj popullit, ta kuptoj... prap dalim të njëjti gabim, pra, se ne prap flas për fusët dhe vetën, me që më adresove mua, ne prap shkojmë e votojmë, këta njerëz i votojmë, apo jo? Po votojmë, po është problemi se ato i manipulojnë. Qartë, mirë, kjo është një anë tjetër, sigurisht, kjo është një anë tjetër, po e drejtë. Ne hedhim votën, që ndonë mbas votën. Ne hedhim letrën, po zërë se hedhim bosh, se pastaj e vendosim. Por ne kemi fakt që për 5 lekë kanë shitur, kanë shitur edhe militantë e tyre. Dakor. Që të mushin feshin personal. Dakor. E kanë shitur gjithë Shqipërinë këtare, korupcionin e kanë në gjak, o Patrik. Po. Të falenderoj, shumë falenderit, uroj ditë mbarë, absolutisht vlerësim për çdo mendim që ndahet këtu, por sigurisht do të ecim më tej, të presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes.
mëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes, faleminderit. Përshëndetje. Çfarë thuash kur dëgjova para folsin, jo këtë, tjetrin që tha edhe një prillin e paska bo Berisha. Dy prillin. Dhe dy prillin në Shkodër. Se një prillin në Shkodër e bën tjetë. Iko e më bet, se më drejtën edhe mund t'ja besosha gjitha të tjera që tha, po kur tha edhe dy prillin e Shkodër, ka bo Berisha, këto vetë kuptohet, aja kuptojnë gjithë shqiptarë. Do të heqim dorë vërtet nga këto militantizma të shfrenuar. Flasim për hallë e problemet, lutem. Po. Jo nuk e kam me ju, e kam përgjithësi me gjithë qytetarët. Tamam, Cezari du t'japim atë që i takon, si se shtë. Atë që ka fajt, ta mbani, atë që s'ka fajt. Po ka dhe një problem madh në gjithë të histori dhe ky është mendoj se është shkaku kryesor i gjithë këtij debati pastaj që ndërtohet mes qytetarëve, sepse gjithë ato akuza janë përhapur nga politika, flas majtas e djathtas, nuk ka rëndësi, për gjitha palët dhe nuk janë adresuar asnjëherë në derën e drejtësisë që për të thonë, Patriku ka faj për 1, 2, 3, 4 gjëra dhe të nëshkohet për këtë gjë. Pra, ne 27 vjet jemi zvarritur thjesht me akuza pa provuar kurrë ato akuza që thuan politikisht, e them për politikën në përgjithësi këtë. Original. Po pranej është kjo, dhe pranej ne shqiptarët kemi rënë gjumë dhe jemi në heshu sepse i qymë të gjithë një lloj. Dëgjova një X parafol që tha, po që do luli, ku ta qem lulin me mirë më valla, nuk e duam lulin, i kesh luli, Berisha i kesh. Zgjidhe me vot, zotri, zgjidhe me vot. Ky është problemi. Po, këto jam këshi. Hajde të turëm sa që kemi. Në rregull, ata janë këshi, morën vesh që që nga në këshi, ata e bojnë kështu. Hajde të burëm të hajdurin të, këto janë të mirë. I të themi kështu të si, këta janë të mirë. Ky është argument pra që duhet anojnë dy anët, patjetër. Tashi në qofë se ne, do rrim me këtë menja, ato të këshi, këta të këshi, gjithë këshi, hajde burë. Shka me vrasin vetën gjithë mjetarë, nga Fukajalliku, nga Skamja, nga Mjenimi, ku kemi përfundu, hajde mi e më regull. E lem të punë me kësasit to, i gjithë shqiptarë, a shqiptarë që asin dërshë me di që do dale mesra, që nuk ka rëmuj, nuk ka luft, nuk ka tjetër, nuk ka. Se këta dunë bëjt propagandë, në gjova një tjeti që do japi lekën, do japi këtë janë sa shefemet e njerëzve që mërë me sa shefemet dhe shpikje, sepse dihet kush ka dhonë lekse që vodimet e funit që dhe me vendibe e tjetër. Por një gjëm ka po përshtypet patrik nuk e dhja që marrë vesh. Thonë që Kryeministria është vesh me skele dhe me këshu në të rritat. Po mbulohen ato elementet artistik që ka përzjedhur kryeministri rreth kryeministrisë që të mos bëhen pis nga ndonjë boj që mund t'hidhet. Jo, ma bo, po më thanë që në s'ka njerëja që ka vetëm punëtor, po punën ka fillu i Nuk e di, kështu thamë brëmë nësot se kam parë se... Nuk për më rrësh, që kështu duket frika ati, mi thanë, aje ka një nga proteste nesme, nuk për të friket puri, o në disë për 3 me djamë, ku ka 3.000, që du t'a veshë nga mështilish. Që sa ka mështil, asë një këtë ministrin, asë një institucion nuk mështil, kemë me mështilin, me lulli, me gjona... Mirë, qojmë për qarë arsye kanë bërë këto, sigurisht ta kuptojmë edhe problematikë. Ne jemi demokrat, me gjatë me shpit, e qfeshim ke ministrin, me qëtësi, me dashuri, e qfeshim avas, me pajkotam. Mirë, mos fazoni sloganin e LSI-s. Falemderit shumë, falemderit, presim tjetë e telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes, falemderit. Mëngjes, Patrik. Mirë, falemderit. Po ju? Desha të flasë qikë për dilë, kom një dy qështë. Po. Në parlamenti shqiptar aty që. Po. Qa zënje kështu kotë valet është me qenë njështë rrugash, jo me qenë parlamentar. Nuk zien, përgjithsi shkojnë deri tek momenti, po nuk zien, e kanë thjesht për spektakel. Spektakular, që bën provokime, edhe raj nokara aty viktime aty edhe, pa dëshi parlamentit, bile bën mikë të televizionet, mos në hapi pare parlament. Fakt, kjo është një sugjerim që duhet marrë në konsiderat, vërtet, po. E dyta, për protestën për ditën e nesëme. Po? Të protestojnë në mënyrë evropiane njerëzit. Pa dyshim që po. Në mënyrë të qetë. Se mund të ketë edhe provokime edhe nga këto që janë majorancët. Se është e dyta protestë që po bënë Partitë Demokratike dhe ka bërë në mënyrë të qetë. E dyta. Edhe e treta, do dalë e qetë, se nuk ka shkoje. Edhe te do të zbulohet se kush i ka bërë ato vrasjet e 21 janarit. Se kush i zonin prit ato 4 viktimat. Mirë, këto du ta thot drejtësia dhe absolutisht ne shpresojmë që drejtësia një ditë i thot. Mirë, pra këtë po them, duhet i thotë të gjitha elementet drejtësia. Edhe flamurin shqiptar vapukun policët e këmbët. Qartë.
Okej. Mirë, të falenderoj, shumë falenderit, sigurisht për t'i dhënë fund të gjithë këtyre... Kam edhe një një të vogël. Po, dakor. Po, se në FK Gazeta fitet shumë për Driteroj Agomit. Çka me Driteroj, mo? Driteroj iku. A ka qenë shqiptari të ruar e shakore? Lenjë të një pret në karin e vetë. Këtë kemi të keqe ne që nuk e lëm do të pa e përbaltur edhe... Po, jemë të ato që se ishte gjamë, që ja thonë të një masi ka vdekur. Po, pikërisht pra, këtë po them edhe unë. Pra, sigurisht mirat dhe të këqijat, t'ja themi sa janë, se pastaj kur ikën, gjithë njerëz të mirë janë në fund. Qartë. Shumë e drejtë. Një ditë mbarë. Faleminderit shumë, ju përshëndes, uroj ditë mbarë, faleminderit shumë për telefonatën, ndërkohë që presim një tjetër komunikim. Alo, mëngjes. Do të qaftë unë. Po, patjetër, ju dëgjoj me shumë vëmendje, mirë se erdhët. Ashtu. Në vitin 92, deri në 96, Sali Berisha e gjeti ushtrin me 110.000 personelin, ushtarë oficer. 110.000 vetë. Kur e la në 96, 97, e la me 25.000. Këto persona që dolën nga ushtria, Partia Socialiste nëzori një parull. Sali Berisha shkatërroi ushtrin sepse don të japi shtetin Serbisë, që Serbia ta pushtoi pa luftë. Dhe kjo bosh në rradhë, në stadiume, në kinema, në dasma, në kafe, kudo kjo lloj parulle. Sali Berisha po e shkatërron Shqipërinë dhe ushtrin që ta pushtoi Serbia pa luftë. Kur e mori në 97 Partia Socialiste, të gjithë të oficerë e ushtarak ju sulën Partia Socialiste. Por Partia Socialiste i sa stop, unë tha rrogën e mbartha nga Amerika. Që ose ju donit të zinin në ushtri për punë vullnetare, qofin se qa mund bëjnë. Dhe Partia Socialiste nga 25.000 e tërzoi ushtrinë në 95 me 11.000 ushtarë. Pra jo dhe në gjithimori, po hoqi ushtri. Dhe nga Partia Demokratike nuk doli asë një parullë e tjo që Partia Socialiste po e shkatëron për sunu Serbia ushtri. E kuptova. Pra gjithë kjo luft bëhot sepse në 90-ën me 22 janar të 90-ës, Ramiz Alia boni pleniumin e nanë, ku dha orientime, që të kryoshin vatra tensionit gjatë gjithë viteve që do vishin. Dhe gjithë të vatra tensionit që janë në politikë, janë politikë e Parti Socialiste. Kështu që Sali Berisha jo vetëm që nuk shkatërroi asgjë, por pruni demokracinë. Dhe demokracinë në Shqipëri, mos kishte qenë Sali Berisha, kushdo tjetër t'ishte, mos kishte qenë Sali Berisha, ne do ishim akoma në komunizëm. Pa ne lutëm shumë, duhet të sqaroni njerëzit kur të ashtu. Jo del aty e thot shkatërroi ushtrinë. Çfarë ushtri e shkatërroi? Se nuk thotë për Partinë Socialiste që e shkatërroi ushtrinë. Mirë, qartë. Ju e sqaruat shumë mirë dhe prandaj është e hapur që secili të thotë mendimin e vet, ju e thatë edhe sqaruat drejt sipas mendimit tuaj dhe sigurisht duke besuar në faktet që ju adresuat. Faleminderit shumë për telefonatën. Shkojmë shpejt në publicitet se e tepruam pak sigurisht me kohën, por do të kemi edhe për 2-3 telefonatat e fundit që janë duke pritur në linjë. Publicitet. Jemi edhe për 5-6 minuta në transmetim të drejt për drejt për të pritur telefonatat që janë në linjë dhe unë i falenderoj edhe për pritjen. Pres telefonatën, besoj e para fundit, megjithatë të shohim si do të jetë koha. Alo, mëngjes. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit. A më fal se merrem pastaj. Po të paktën ishim me fat se i erdhi puna taksixhiut që merr nga Tirana. Falenderojmë shumë. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mëngjes, zoti Pastor.
Mirë se erdhët, ju përshëndes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Po ju marë, kam dy probleme. Po. Problemin e kam të parë me hipotekat një. Po. Hipotekat bera një transferim prone nga djali në Qupa dhe 1,5 milion lek futur atje brenda në muar për ndrejmi e emri. Po pse, taks për çfarë ishte kjo para? Po, nuk e di, për taks, për se mora do të me mend, vetë paguaj, mos pas të bëjmë dokumentat. Pra, thjesht për të kaluar pronën tuaj, pra, nga ju në emrin e fëmijëve për të ndarë. Po. Mirë. Pa, pati në shpjegima, ju dha në arsye sepse duheshin... Më kanë dhënë shpjegime dhe tash po parashikojt veten e drejtorit, sa atje s'mora do të veçgjej. Ku, në cilën hipotek po flisni? Në hipotekën e Korçës. Korçë, po. Dakor. Të dytën... Po? Mos të të mbaj shumë, në hipotekën e Korçës. Po, e kuptova. Të dytën kam te. Ajo kryetare shoqatës që doli që të kam marrë ty në telefon. Po? Ati janë 5 veta, nuk të tash për taksën e invalidit 7.000 lek. Nëse, ajo sqaroi pozicionin e vetë, nuk e di nëse e dëgjuat, po. Kanë dhe një fotokopë janë bërë 5 veta. Njeri e shikon kartën e invalidit. Tjetri e heq fotografinë. Tjetri e shikon kush je. Edhe 5 veta nuk merret vesh kush i paguan këta njerëz edhe të marrin e 3.000 lek ose 2.000 lek duke fotokopjuar gjëra të kota. Mirë, megjithatë, me që e sollet edhe një herë këtë argumentin, zonja ju ftoi ju që të shkoni të sqaroni, nuk e dini se keni ka mundësi sqarimi për këtë problematikë, sepse ajo tha ishte e gatshme të ballafaqohej me ju. Po, ja këtë kam që ato kuotën 7.000 lekë, siç pretendoi shokja. E kuptova. Okej, mirë. Shumë faleminderit, e vlerësoj sigurisht që u sqaruat dhe uroj që të jetë sqaruar edhe zonja dhe të kenë mundësi të ballafaqohen, pra përderisa janë pjesë e një shoqate, të kenë mundësi të sqarohen dhe të ballafaqohen. Presim telefonatën e fundit për sot. Alo, mëngjes. Mëngjesi Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Faleminderit. O Patrik. Po. Të gjithë unë kam një mendim kështu që për çmimi që ka bërë politika të drejtave njerëzore në këto vite, i ka shëmtuar pavarësisht nga çfarë lëvozhje do të thënë duan t'i mbulojnë. Dhe më vjen keq sinqerisht, më vjen keq për disa militantë që vërgasin kaq shumë mendjen dhe veten me dokrat politikës, të cila i ka kaluar koha. Pse i ka kaluar koha, më fal? Po të çfletosh dhe t'i ballafaqosh me demokracinë. Më kupton? Unë thash se çka ndodhur në Shqipëri me të drejtat njerëzore. Por ama ky publik duhet të di një gjë. Flas për publikun, jo militantët. Militantët s'kan për të marrë vesh derisa ata të militantët prandaj quhen militantë i dashur, prandaj. Po. Mund është paksohen sa më shumë, po. Po, publiku duhet të di një gjë. Kush e la vendin 25 vjet pa drejtësi? Pa drejtësi nuk ka liri. Pa liri nuk ka të drejta njerëzore. Nuk ka punësim, nuk ka mirëqenie. Në qoftë se mungon, më fal, drejtësia, atëre ka marrëveshje të fsheta politik drejtësi. Dhe kjo ka ndodhur 25 vjet. Prandaj bie vlera të pabesueshmeve, sepse janë bërë shumë të pabesueshëm, prandaj edhe ne si grupe interesi nuk mund të bëjmë thirrje njerëzve shkonin pas politikës në protesta, apo ku bëjnë thirrje. Po, ama mund të bëni thirrje të vinë pas jush, të dilni aty të kërkoni këto drejta. Mbas, më fal, Patrik. Jo, më lind mua e drejta ta bëj këtë pyetje, apo jo? Po, mbas nesh, po ti më bëri një pyetje para një jave. Që çfarë ka bërë, më fal, çfarë ka bërë kjo qeveri që... E lam pra, qeveria, ajo dhe kjo, unë duhet ta heq këtë, sepse apo flasim që të mos shkojmë mas politikës. Qeveria politike është në këtë rast. Por, po them një gjë tjetër. Ku janë, pra, sindikatat që duhet ta luajnë rolin për këto drejta që ju thoni janë mohuar me marrëveshje politike, drejtësi, çenci ka. Po ku janë? Ku funksionojnë? Derisa për çmoj njeriu, ata nuk duan t'ia pyesin për sindikatat. Mirë, po. Sepse është pa aftësia e ty. Po nuk, dakord, po nuk i kemi testuar, pra, as sindikatat dhe as grupet e interesit nuk e kanë testuar në këtë politik, nëse i dëgjojnë apo si dëgjojnë po dalin shesh. Se ku kanë dalë me flamuj politik, dhe ky është problemi i sindikatave. Prandaj, sigurisht shikohet njësoj, nëse sindikata e djathtë
thret protestën, thuhet që është e PD-s. Nëse thret sindikata e majt është e PS-s dhe njerëzit shkojnë prapë militantët. Ky është problemi i madh. Sigurisht, unë nuk e kam me zotrinca, ai përfaqëson një shtresë që ndoshta nuk është se është ajo e para që duhet të ngrej zërin e të krijoj këto lëvizje. Flasim për drejta, gjithmonë për drejta dhe mohuar, nuk po flasim kurrë për orientime politike. Megjithatë, faleminderit shumë që na ndoqët, zotërisë Ira Linja, nuk e di, shpresojmë ta rimarë në ditën vijime, ta plotësoj argumentin e tij. Është në momenti për të ndarë bashkë, takohemi nesër, është fundjavë, sigurisht do të kemi mundësi edhe për diskutuar përsëri nesër në orën 6:30 minuta. Mirupafshim. You might want to sing it note for note, don't worry.